Pjesa e 4. Domosdoshmëritë e pashmangshme. 1. Lara arrinte shtrirë në gjendje gjysmëllapie në dhomën e gjumit të Felicita Semjonovnës, e rrethuar nga Sventickët, doktor Drokovi dhe shërbëtorët që diçpëlbyzonin. Shtëpia boshatisur e Sventickëve ishte zhytur në errësirë. Vetëm në dhomën e pritjes ishte ndezur një llambushk që ndryshonte si bubrrec mjedisin. Nëpër këtë hapësirë të ngushtë, jo si mysafir, po si në shtëpinë e vet, ecejakte Viktor Ipolitoviçi. Herë shkonte me çaft lehtë të pandjeshëm në dhomën e gjumit për të parë ç'bëhej, herë hynte në sallën ku ishte pema viti i ri, dhe herë në sallën e ngrënies, ku tryezat e shtruara me gjithë mirat kishin mbetur të paprekura. Gotat e kristalta të verës trokullinin, kur prapa dritareve nëpër rrugë kërkollinin rrotat e ndonjë karroce, apo kur nëpër sofabeze ndërmjet pjatave dhe këmbëve lëvërinte ndonjë mij. Komarovski mend pëtsiste nga marazi. Ndjenja nga më kontradiktoret ja kishin kapërthyer qenjen. Çfarë skandali? Ç'akti shëmtuar? Po e mbyste tërbimi. Emri i tij po kërcënohej seriozisht. Skandali mund të bëhej shkas për cënimin e reputacionit të tij. U dui për rrugat e shëthemeve. Dui mbytur lajmi pa bërë jehon. Ja dhe një rast më se bindës për atë ç'është zonja të bëj kjo vajzë kokshkret dhe sedorqare. E dinte, nuk ishte si të tjerat, se ç'kishte diçka të jashtëzakonshme, ama edhe ai ja kishte gjymtuar jetën në mënyrë të pandrejtshme. Sa shumë pezëm ndrydhte në shpirt, sa shumë përpiqej ta ribënte jetën, t'i largohej fatit nga sytë këmbët për ta nisur gjithçka nga e para. I duhej zgjatur dorë e ndihmës. Mos do t'ishte më mirë t'i zinte një dhomë me qera, po në asnjë mënyrë nuk duhej prekur, përkundrazi. Duhej të largohej menjëherë përgjithmonë prej saj, se e kujdiej ç'marrëzire të tjera mund të bënte me atë kokë që kishte. Sido që t'ishte, telashet nuk do të kishin të sosur. Ngjarje si kjo e sotmja nuk kishin si kalonin pa lënë gjurmë. Ligjet bëjnë të veten, ato nuk flanë. Është natë, s'kan kaluar as 2 orë nga ngjarja, dhe ata të policisë kanë ardhur 2 herë në këtë shtëpi. Doli vetë dhe u shpjegoi si qëndronte puna. Arriti, të paktën tani për tani, ta fashiste çështjen. Sa më shumë kohë të kalonte, aq më të koklavitura do të paraqiteshin gjërat. Do të kërkonin fakte për të vërtetuar se Lara kishte shtirë kundër tij dhe jo kundër Kornakovit. Edhe në gjetshin fakte, vetëm një pjesë e përgjegjësisë mund të fashitej. Procesi gjyqësor nuk kishte si i shpëtonte, se aktin vetvete ishte i rëndë. Kuptoi, s'do të linte gur i kusur për ta penguar, do të siguronte raport të ekspertizës mjekoligjore, sipas të cilës të vërtetoi që ishte pa përgjegjshme në çastin e kryerjes së aktit. Pas kësaj, mund të arrihej ndërprerja e çështjes penale. Tek i rrokollonte në kokë të Komarovski sikur u qetësua disi. Po gdhinte. Breza drite lëzunte dukeshin në dritare, rrëshitën nëpër karrige tryeza dhe depërtuan nën krevate si t'ishin vlerësues mobiljesh. U kthye për të satën herë në dhomën e gjumit, pasi gjendja e Larës ishte si më parë. Asnjë shenjë përmirësimi nuk vije re, dhe mbajti frymën të një gjykatëse, një e njohur atij, e shoqja e një emigranti politik, Rufina Onisimovna Vojtkovskaja. Ajo kishte një apartament të bollshëm me 8 dhoma. Banonte fitikat. Tërë ajo shtëpi nuk i duhej. I shkonte shtrenjtë. Lëshonte me qera 2 dhoma. Njërën, që sapo ishte liruar pak më parë nga qeraxhiu, Komarovski e zuri për Larën. Pas disa orësh, vajzën e alivanosur e quan atje, e tunnin ethet e nevrastenisë. 2. Rufina Onisimovna ishte grua me mendime përparimtare, armike para gjykimeve, dashamirëse me të gjithë. Siç mendonte për veten e saj, ishte njëri që e donte të mirën dhe mbarsinë. Në dhomën e gjumit mbante në mur fotografinë e shoqit. I miri i mvojti. Kishte dalë në Zvicër me Planovin gjatë një shëtitje popullore. Kishin veshur përditshë të stofit shtrenjtë e kputcë lustrafina. E shoqja e shtëpisë që me shikimin e parë e mori zot qeraxheshën e smur, e pandeu për simulantet poshtër. Krizat e nevrastenisë dhe të alivanit që i përsëriteshin i quajti shtirje. Ishte gati të bënte bej për ç'kishte më të shtrenjtë, se Lara vetëm luante rolin e të luajturës.
Përbuzjen e saj e shfaqte përmes gjallërimit të tepruar, përplaste dyert, këndonte me zot lart, lëvizte potershëm plaçkat nëpër apartament, e dinte, zhurma dëgjojnë dhomën e Larës. I linda hapur dritaret për t'u ajrosur dhomat tërë ditën. Apartamenti ndodhej në katin e sipër të një shtëpie të madhe në rrugën Arbat. Dritaret ndriçoheshin bujarisht nga dielli dimëror. Dhomat shndriten nga kaltërimi i qiellit dhe rrezëllimi i diellit, siç ndrin lumi me shumë ujë. Që në dimër njihej trokitja pranverës në deg. Nga superluçet frynte nëpër dhoma era ngrohtë e jugut. Nga stacioni e kurrëdor vinin vërshëllimet e sirenave të lokomotivave. Lara, që dërgjej në shtratën së mur, pa njëri pranë, e kalonte kohën e zhytur në kujtime. Ruante të freskëta sidomos mbresat që lidheshin me Adit, që erdhën në Moskë nga Urali 7 vjet më parë, në atë moshë të paharruar fëmijërie. Udhëtonin me karrocë përmes Moskës, nëpër rrugët gjysmë të errta. Shkonin nga stacioni i trenit në hotelin që u kishte zënë Komarovski. Dritët e rrugës që afroheshin dhe pastaj mbeteshin prapa, hidhnin hije mbi karrocierin e krusur në pup dhe në muret të ndërtesave. Hija rritej, merrte format panatyrshme, mbulonte xhaden, çatit, ndërpritej, pastaj duke hije e re, gjithçka fillonte nga e para. Në errësirë dëgjoheshin gjithfarë tingush, zhurmash, sokollimash, por vitrinat llamburitse e hutonin Larën më shumë se zhurmat, po i dukej se lëshonin tinguj si kambanat, si rrotat e karrocave. Kur erdhi në hotel, e habiti shalqiri i madh mitrajes, me të cilin Komarovski, në mënyrë aq origjinale, uronte mirëseardhjen. Asaj ai shalqi ju duk simbol i pushtetit të madh të atij njeriu, po dhe i pasurisë së tij. Kur Viktor Ipolitoviçi e ndau dysh me një të goditur thike, dhe brenda lëkurës së gjelbër me rrema u duk zemra gjak e kuq se kriposur me sheqer, Larën e pushtoi një shtangë habije dhe për ulësie, por pranoi të hante, nuk guxoi të kundërshtonte. Me zor i gëlltiti ato copat kuqe, ermira, nga tronditja e madhe që e kishte kapluar. Copat ju mlodhen shukun fyt, nuk po i kapërdinte dot. E para kjo ndrydhje dhe frikë përpara shalqirit, përpara kryeqytetit mbuluar nga nata, ju përsërit më pas më me forcë. Kjo përbën edhe shpjegimin e vërtetë asaj që i ndodhi me Komarovskin. Kurse tani, ai njeri po i dukej i tjetërsuar, dhe aq shumë sa asnjëhej. Asgjë nuk i kërkonte, me asgjë nuk e bezdiste, madje as që ishte dukur ndonjëherë. Vetëm nga largësia, me respekt i zjaste dorën e ndihmës. Pamja dhe brendi krejt tjetër pati vizita që i bëri Kologrigovi. Lara sa s'fluturoi nga gëzimi kur e pat hyrë të nder, e mbushi atë dhomë me praninë e tij, jo nga që ishte shtatlart, trup derdhur dhe i bërshëm, por me mirësinë dhe qellërinë që rrezatonte, me shikimet fluturake, përshkënditse, me buzëgazin e qiltër të njeriu të mirë, të mençur, me njerësinë që i bujiste. Dhoma sikur u zvoglua nga prania e tij. Ulte këmbët e krevatit Larës, fërkoi duart. Kur e kishte thirrur në Petersburg në Këshillin e Ministrave, kishte biseduar me plakaruqit e atjeshëm, të veshur me pushtet, si të fliste me ca shapkën të hasdisur, kurse këtu ndryshonte puna. Kishte përpara një pjesë të vatrës së vet familjare, njeriun që mbante për vajzën e shtëpisë, me të cilën ashtu si me të gjithë pjesëtarët e familjes, këmente kalimthi shikime, hitte batuta, kthente replika. Kjo përbënte anën më magjepse të komunikimit aq shprehës, po dhe aq të veçantë të këtij njeriu. Palët komunikuese, këtë e dinin, nuk mund të mbahej rënd, nuk mund të tregojë shpërfillës me Larën. Dinte ai si duhej kuvënduar me të pa e fyer dhe pa e lënduar sedrën. I busjeshi kithët, i tha si që thonë fëmijës. E gjburgëre që kjo joti e shpirt. E kujt i hyn në punë melodrama tani? Heshti, syt janë nguli njollave të lagështisë në tavan. Tundi qortushën kryt dhe vazhdoi. Në Düsseldorf do të hapet ekspozita ndërkombëtare e pikturës, skulpturës dhe kopshtarisë. Kam bërë mendje të shkoj. Pas ka lagështi kjo thonë. Edhe sa kohë do të pluskosh nëpërmjet tokës dhe qiellit? Tek ne nuk është se ka bollek lirie dhe hapësirë jete. Kurse kjo vojtesa, foli më zot ult, s'më duket grua për të qenë. E njo, eja te ne, mjaft ndaj një shtrirë, e shfreve jashtë dufin, ndodh njeve dhe kaq. Ndroje banesën, përvishju punëve, mbaroi kursin e lënë për gjysmë. Një piktor niset pas disa ditësh për në Turkestan, do të qëndroj 2 vjet.
Ka një studio me ndarje që bëhet një apartament i mirë, kërkon ta lërë në duart të sigurta. Doni t'juazë dhe tani më lejo të bëj pak muhabet pune. Kam kohë që e ndrydh brenda vetes këtë dëshirë, është detyra ime e shenjtë. Nga koha që lipa, ja ku I ke këto të holla, pak janë. Ti solla si dhuratë që lipa mbaroi shkollën me sukses. Të lutem, mos mi kthe, të lutem. U ngrit të dilte, nuk ja vuri veshin kundërshtimit saj, as lotëve që I shkuan çurk nuk I kushtoi vëmendje. E priti gjak ftohtë zënkën që pasoi. Lara donte me çdo kusht t'ia kthente të hollat, por më në fund u detyrua t'i mbante ato 10.000 rubla. Me ta marrë pak veten, Lara zuri apartamentin që I mburri Kodogrigovi. Vendi ishte I mirë, te pazari I Smolenskut. Studia ndodhej në katin e sipërm të një shtëpie dykatëshe prej guri, të ndërtuar sipas stilit vjetër. Kati I parë ishte depo, banonin disa karrocierë. Oborri përpara ishte shtruar me kaldrëm, kur doherë shihje talgjit derdhur, fije barit thatë, në përobor shëtitnin plumbat që spushonin së guga atyri, kur të rëmbeshin fluturonin në shati, por uleshin edhe në parvazin e dritarës së Larës. 3. Kjo që ndodhi e hidhroi shumë pashën. Në kohën që Lara ishte sumur se lanta shihte. Kuptohet sa shumë I shqetësuar ishte. Sipas tij, Lara u përpoq të vriste njeriun në të cilit ishte shpërfillse, pasi u ndodh në tutelën e një tjetri, dhe veten e shpalli viktim atentati për ta lehtësuar. Ngjarja ndodhi pas bisedës së paharruar në dhomën e tij, në gjysmë errësirë të ndriçuar zbet nga qeriri. Po të mos I kish vënë gjoksin çështje se njëri, Laren me siguri do ta arrestonin edhe do ta gjykonin. Pra ai e shpëtoi. Tani që asgjë se kërcënonte, të dy bashkë mund t'i vazhdonin të qetë kurset për mësuesi. Gjithsesi kishte për çfarë të mendonte, të zhytej në hamendësime. Pas përmirësimit, Lara I çoi lajm të vinte. Fjalët e para që I tha pashës ishin: "Jam me lig, ti nuk më njeh, por do të vi një ditë kur do të të tregoj të gjitha. Tani kam të vështirë të shprehem. Siç e sheh, më mbyten lotët. Do të bëj mirë të hiqe dorë prej meje, të më harroje, nuk bëj për ty." Skenat që pasuan ishin njëra më prekse se tjetra. Kur I pa të qanin të ngashareshin, Vojkovskaja u lëshua në divanet dhomës së saj dhe mendu mek nga qeshurit. "Të vjen dot t'i shoh, si shet dot me sy. Psa I them skenun? Ha, çfarë kreshniku. Lotët çurkë, ha. Por ta mbrojtur pashën nga njëllosja për shkak të lidhjeve të dikushme me Komarovskin, për t'i dhënë fund njëherë e përgjithmonë lloj shpilitjeje, Lara e pro mendjen ta largonte prej vetes. I tha se nuk e donte, por tek bëlbëzonte këto fjalë përmes dënesash, duke I sheshit se nuk ishte ashtu. Pasha dyshonte, por fjalëve të saj se ajo nuk e donte, nuk u besonte. E brente xhelozia, ja brengoste shpirtin keqardhja për gjithë që kishte ndodhur. E revoltonte kjo gjendje e saj e mbushur me fshehtësi, por pavarësisht nga kjo, e ndjente që e dashuronte çdo ditë më shumë. Për të mos u çmendur, duhej vepruar shpejt. U duhej vënë kapak të gjithave. Duhej të martoheshin një herë. Ishte koha përpara provimeve. E shtyn martesën për më vonë, me kërkesën e Larës. Vunë kuror ditën e dytë të shëntriadës, pasi I përfunduan me sukses kurset. Ju gjendë si nën Ludmila Kapitonovna Çepurko, e ma shoqës së ngushtë të Larës, një grua e bukur, gjoks kërcyer, që kishte zë të ëmbël dhe këndonte mirë, por I pëlqenin edhe sajesat. Në rrugën sipër I shkrepte në kokë në një djallëzi. Dita e kurorzimit qëlloi e nxehtë. Çifti qëndronte me kurorën në kokë përpara altarit. Ikonostasi I paruar dhe kupolat e larta të lara nga drita e fortë e diellit dukeshin më të freskëta e më festive. Tufat me lasar të njohur me gjelbër mështekne, përerësi për festimin e së kremtës së shëntriadës, ishin hedhur në gardhen e oborrit kishës. Dukeshin kokvarura në atë gjendje përpara vishkjes plot. Të smorit me zi mbusheshin me frymnat mot të rënduar nga vapa. Syt u avriste rrëzllimi verbues I diellit. Të krijoi përshtypje se po bëheshin qindra martesa njëherësh. Aq të solisura dhe të gëzuara dukeshin vajzat e veshura me fustane të qelura, me tualet që binte në sy, kurse djemt të veshur me kostume të zinj, dukeshin të gëzuar, por edhe të kputur nga vapa. Në çastin që Lara shkeli me këmbën e djathtë qelimin e shtruar përpara derës së ajodhimës, një shoqe e saj I vërviti mut e këmbët një grush me monedha të vogla. Kurse Ludmila Kapitonovna
e porositi që, kur t'i vinte kurorën kokë prifti, kryqin të mos e bënte me dorë të zhveshur, por ta mbulonte me dantelën e mëngës së fustanit nusërisë, sipas asaj që besohet se më pas e priste pasuria. I dha edhe një porosi tjetër, ta mbante shandanin me llambadhet më lart se i shoqi. Kjo donte të thoshte se do t'ishte ajo që do të urdhronte në shtëpinë e re, kurse Lara, duke dashur t'ia linte Pashës këtë privilegj, u përpoq tërkohës ta ulte. Po ja që, pa dashjen e saj, shandani ngeli mi shandanin e Pashës. Në çastin që Lara shkeli mbi këmbën e djathtë qelimin e shtruar përpara dhomës, pas kishës u ulën të hanin drekën, e shtruan në studion e madh të piktorit. Për te u kujdesën antipovët, të ftuarit u ngjirën nga të thirrurat, e hidhur nuk shtyhet që donte të thoshte se çifti duhet puthej. Kështu do t'u ëmbëlsohej vodka hidhur. Çifti u aqonte me gatishmëri në vend fjalën, puthej sa herë që ju kërkohej. Ludmila Kapitonovna këndoi për të mbledhurit, këngën prushi, pas çdo kupleti përsëriti fjalët. Ju dhon Zoti dashuri, ju dhon Zoti shkuarje. Si u larguan të gjithë dhe çifti mbeti vetëm, Pashës se si po i dukej vetja në atë qetësi që pllakosi studion e boshatisur. Përmes perdeve të lëshuara, shndrinte një brezi holl drite. Në shtyllën elektrike pranë dhomës së Larës, kishin vënë një llampë të madhe. Ky brez drite shqetësonte, i dukej se dikush i përgjonte. I trunditur, kuptoi se shqetësimi po i largonte mendjen nga vetja, nga Lara, nga dashuria e tyre. Atë natë të gjatë të thellë si pafundësia, djaloshi Antipov e kaloi në kulmin e ekstazës dashurore dhe lumturisë. Mirë po hamendjet për ndjekëse u rreshtuan për bëri rrëfimit Larës për gjithë që kishte ndodhur në jetë. E pyeste, edhe pas çdo përgjigjeje që merrte, i sëmbonte dhimbshëm zemra. Vetja i dukej sikur fletronte në skëterr. Imagjinata e plagosur, me zi arrinte t'i kapte tërë ato zbulime. Biseduan deri në të gdhirë, në jetën e Antipovit, nuk kishte ndodhur ndonjëherë ndryshimi aq i beftë dhe aq i çuditshëm si ky që i ndodhi atë natë. 4. Pas 10 ditësh, miqtë u mblodhen përsëri në shtëpinë e çiftit Antipov. Pasha me Larën i mbaruan shkëlqyeshëm kurset, të dy u emëruan në oral. Do të niseshin të nesërmen në mëngjes. Përsëri pinë kënduan, u arktuan dhe dëfryen, këtëherë ishin më të shpenguar, u mblodhen vetëm bashkëmoshatarët. Në kthinën për bëri studios së madhe ku do të mblidheshin mysafirët, dëngu i plaçkave ishte gati. Pjesën më të madhe do ta çonin në vagonin e mallrave. Valigjet do t'i mbanin në kupe. Vetëm shporta e madhe e Larës ishte e pambyllur. Aty futën në plaçkën e harruar. Shkonin me mendimin të qëndronin gjatë në oral. Pasha qëndroi me mysafirët në shtëpi. Lara shkoi në zyrën e kurseve, solli dokumentet e duhura, solli dhe një litar për të lidhur më mirë dengjet. Hyri në studio, u përshëndet me mysafirët, disa u shtrëngoi dorën, me disa u puth dhe u përqafua. Pastaj shkoi në dhomën e saj për të veshur. Kur u kthye duart rrugitën, i uruan çiftit rrugë të mbar, thirrën e bërtitën edhe më shumë se drekën e dasmës. Me që flenjt pas pijes, i mbushën për çatën herë gotat. I kthyen me fund përshëndetin e zonjës së shtëpisë. 10 që ai pironëve ju drejtua meseve. Dikush u ngritët tha fjalë urimi, të tjerët i miratuan me brohoritje. Folën gjithë një herësh, ja uruan gjithat mirat. Pati mes tyre që me zi mbaheshin, ishin ndehur. Jam e lodhur për vdekje, i tha Lara të shoqit që kish pranë. Po ti mbarove punët e tu? E lodhur jam, po vetën e ndjej si s'ka më mirë. Jam e lumtur, po ti? Edhe unë. Më mirë s'ka si bëhet. Do të kemi kohë të kuvendojmë. Në këtë mbrëmje të rinj në formë përjashtimi, u lejuat merrte pjesë Komarovski. Nga fundi i darkës përcjellse shprehu dëshirën të thoshte disa fjalë. E dëgjuan, veten e ndjente jetim. Moska do të ngjante për të me Saharan. U zgërlaqe u përmallua aq shumë sa ju rrumbushën syt. Fjala i ngicin ngryk, bëri si bëri dhe e nisi nga e para fjalimin. I kërkoi çiftet të pranonte të paktën letërkëmbimbete, të pranonte të vinte për vizitë në oral,
po të mos e duronte dot ndarjen e zjatër. Janë krejtë të tepërta, ja ktheu me zot lart dhe mos përfillje Lara. E shtë duan tërë këto, jo letërkëmbimi, jo saharaja, jo vizita. As mos t'ju shkoj në mendje. Dhënë Zotit keni shëndet e fuqi, pa me i semre gjeni, se mos jemi të veçantë, e si ne zjetë keni, apo jo pasha. Do t'keni me këtë në zërënësoni. I tha këto fjalë dhe si kur harroj kundër kujt i tha, se që ju kujtua, unë grit. Shkoj në kuzhinë, hoqi nga Tereza makinën e mishit, mblodhi plaçkat e fundit që kishin mbetur, enët e porcelanit dhe qeçurinat i mbështolli me bardh thatë për të mos u thyer. I futi në dengun e fundit që po bënte kati, për pak sa s'peru dorën me thikë kur po ngjishte. E rrëmbeu aq shumë kjo punë sa harroi fare për mysafirët. E kujtuan vetë ata me qeshurat, britmat, shakat e kripura, me haren e shfrenuar nga dehja. Kishit shpërthyer forca të reja. Lara shkoi në mendje se me sa zelle shkëmbej njëri tjetrin të dehurit. Sa më i dehur njeriu, aq më të trasha lëvizjet, mika, gjestet. Në këtë kohë vëmendjen e tërhoqi një tingëllim krejt e veçantë, erdhi nga oborri, hyri përmes dritares hapur. Lara tërhoqi perdën dhe nxorri pak kokën. Në probor, me ca kërcime qalamani, hofte përpjet një kal me pengore në këmbët e përparme. Nuk dijej ku ishte, gabimisht ndodhej aty. Po agonte, por dielli donte kohë të dilte. Qyteti i fjetur si i vdekur, duke i zhytur në freskun bojgri në manushaqet agimit. Lara mbylli syt. Një zot e dinte se në çumtir fshati në zhbukuri fushe ja degdiste mendjen kjo tërpëllim prej qalamani e patkojnëve të kalit. Po ja ledhatonte shumë veshin, me asgjë nuk kishte të krahasuar. U dëgjua zilja e portës. Lara mbajti vesh. Dikush u ngrit nga Tereza, doli të hapte portën. Ishte Nadia. Lara u sulta për qafonte shoqen e dashur. Vinte drejt nga treni, duke e mahnitshme. Mbante erë lule lili të lugjeve. Shoqet qëndruan një copë herë të përqafuara, pastaj pa njëra tjetrën pa mundur të nxirrnin as edhe një fjalë. Vetëm dënesnin të përmalluara. Përsëri përqafoheshin, e shtrëngonin aq fort në gjij shoqen, sa mend mbyteshin në përqafimet e zjarta. Nadia i solli Larës urimet e përzemërta nga njerëzit e saj, i solli dhe dhuratë. Nga çanta nxorri një kuti të bukur, i hapi kapakun dhe ja zjati kutinë me varsin mahnitshme brenda. Të gjithë bën ah kur e pan. Dikush nga të dehurit me pamjen e njohësit e soll tha, varse me gur diamantit madhësisë së papar, qenë ka gur që s'ka të çmuar. Nadia sqaroi se nuk ishte gur diamanti, por ishte gur safiri që ndeshej rrallë. Lara ul në tryezë bashkë me shoqen. Kutinë e hapur e vunë përpara, bën të ç'bënte dhe ja hidhte syt. E shihte ma gjepsur. E vënë në folen për kadifeje ma vitë të kutisë, varsja me gurin mahnitës, përshkënditej dhe të lëbyrë të syt me atë vizullim rëzullitës. Guri dukej si i ndezur, ngjasonte me piklën e vesës së ndërquar nga dielli sapo lindur, forma dhe ngjyra të kujtonin një kokër të vogël rrushi të pjekur mirë. Të ftuarit, ardhur në qef, përsëri mbushën gotat, pinë përshëndetin e Nadjes. Kjo u detyrua ta kthente me fund, e lodhur nga rruga siç ishte, ndjeu se po e zinte pia. Tani shtëpia përfaqësonte një mbretëri të përgjumur. Shumica nuk u larguan, donin ta përcjellnin çiftin në stacionin e trenit. Secili ushtri ku mundi, dikush zuri të gërhinte, një tjetër të mbllaqitej në gjumë. Larës nuk i kujtoi më pas si ishte gjendër e veshur në divan pranë një shoqes saj. U zgjua nga biseda me zot lart të veshi. Ishin zërat pa njohur, kërkonin kalin. I hapi syt, pa e habitur. Po dhe ky pasha, s'di ç'është lodhja ky njeri, qëndron apo nuk qëndron si unë mes dhomës dhe di ç'kërkon në atë dëng. Atë çast, njeriu që e mori për pashën, ktheu fytyrën nga ajo. Nuk ishte pasha. Ishte një xhaxho që të ndjellte krupën dhe të kallte të merrin me atë fytyrë vrarlie dhe me vragën që i fillonte të tëmthat dhe mbaronte te gusha. E kuptoi, ishte hajdut. Deshi të bërtiste, po ja që nuk ishte e zonja të nxirrte qoftë edhe një tingull. Ju kujtua varsja, u mbështet pa u ndjerë në bryll
pa me bisht syrit të rezën rëmuj pas darkës ngrënë. Varsja ishte aty, pranë disa coprave buke dhe letrave të karameleve. Keqbërsi hutaq nuk e kishte parë, vetëm të razonte dengun e rrobave, po aprishte paketimin e bërë ma aq mund. Lara gjysmë e dehur dhe gjysmë e përgjumur, që nuk po i kuptonte deri në fund ç'po ndodhte, ndjeu keqardhje për atë mundim që e shkoi dëm. Desh të klidhte, po përsëris po mundte. E shtyu me gjuhë shoqen që flinte në divan. Kjo klithje të romaksur, pastaj bërtite dhe Lara, hajduti tira nga dora boqja plaçkurinave të bledhura, sa të hapjet mbyllje syt u zhduk. Disa nga djemt që u afruan, të romeza si që jenë bërë, nuk e kuptuan ç'ndodhi. Bën si bën dhe u sulën të kapnin hajdutin, por ky u zhduk pa lënë gjurmë. Rëmuja brit ma trazira që pasoi i ngritet gjithë në këmbë. Larës i doli pia, i zgjoi ata që ende flinin, nuk pranoi nga askush lutje për të ndenjur t'i përcillte. U bëri nga një kafe edhe u tha të shkon në shtëpitë e tyre, dhe kush dëshironte le të vinte në stacionin e trenit t'i përcillte. Pasi u shpërndan mysafirët, Lara ju përvesh punëve, vepronte me shpejtësinë dhe përpikëmërinë e ngahershme. I shpundi qilimat, i shtroi, i rregulloi dhomat, e vuri në vend plaçkën e mbetur, kurse pashën e luti për një gjë, të mos e pengonte duke u sjellë vërdallën nëpër shtëpi. Punët u bën kohë, antipovet arritën në stacion në kohën e duhur. Treni u nis ngadalë, si të donte të përqeshte kapelat që uleshin e ngriheshin në ritmin e rrotave, duke u dhënë përshëndetjen e fundit të sapo martuarve. Kur përshëndetjet u ndërpren, edhe për së largu u dëgjua urraja e përcjellsve, edhe treni e shtoi shpejtësinë. 5. 3 ditë rresht mbajti më t'i keq. Ishte vjeshta e dytë e luftës, pas sukseseve të vitit të parë nisi disfata. Armata e tetë e Bruzilovit, e përqendruar në Karpate, ishte gati të çojë të pjetropirave dhe të pushtonte Hungarinë, por u gjend në bizh të tërheqjes së përgjithshme. Tanët e braktisën Galicinë, që e kishin pushtuar muajt e parë të luftës. Doktor Zhivagu që më parë thërrisnin Juri, kurse tani Juri Andrejević, siç e donte zakoni rus, rrinte në këmbë në korridorin e maternitetit ku kishte sjellë të shoqen Tanjen, po që tani e thërrisnin Antonina Aleksandrovna. Ishte për të lindur, sapo që ndarë me të, priste mjekun për ta lënë si do të lidheshin për çdo rast, si do ta vinte ndjeni për shëndetin e së shoqes. S'kishte kohë të priste gjatë, i duhej të paraqitej në krye të detyrës, e prishnin të sëmurët, qëndronte te dritarja dhe shihte litarët e pjerrët të shiut që lëshoheshin rrebesh. Nga era tërbuar e vjeshtës, uji sa zbrazej në tokë sheshohej, ashtu siç sheshohen në ar kallitë e grurit pas furtunës së çmendur. Ende nuk ishte errur. Juri Andrejević shihte uvorrin e prapëm të maternitetit, pastaj e kalonte shikimin te terracat prej xhamit të vilave në vendin e quajtur Deviqe, te kavët e linjës së tramvajet. Shiu nuk ishte të pushuar, as forcohej e as dobësohej, kurse era vazhdonte të frynte si e turbuar. E zëmëruar me ç'po ndodhte, në tokë lëshoi nga qielli ujë me bollëk. Vrulli i erës i përkulte deri në tokë degët e drurve, duke sikur ta shkulte me gjithë rrënjë tendën e thurur me degët e rushit të egur që mbulonte njërin nga terracat të pranë. Pasi e tunin dhe e shkunin mirë, e përplasnin me zhurmë me potere, me neveri, si donin të tregonin se asgjë ia vlente të merresh me kësi vogëlimash. Terracës ju afrua një araba e mbyllur, prej saj morën të plagosurit. Pas betejës së Luckës, në spitalet e Moskës të plagosurit i shtronin korridoreve, në garderob, ku të mundnin. Mi ngarkesë u ndjedhen pavionet e grave. Juri Andrejević i ktheu krahët dritarës dhe goksiu. Ndjej i kapitur, nuk po përqendrohej dot. Befas ju kujtua i smuri që vdiq në pavionin e kirurgjisë, ku Juri Andrejević shërbente si mjek. I sigurt se kishte ekinokok në Belçi, kolegët e kishin vënë në dyshim diagnozën. Sot do t'i bënin autopsinë, do të zbulohej e vërteta. Po mjeku i ngarkuar me këtë detyrë ishte një pianist i pandrejtshëm. Një zot e dinte si mund ta bënte e çdo të thoshte. Nata ra shpejt. Nga dritarja nuk shquhej më asgjë, si të lëvizte në kushkopin magjik. Në të gjithë dritaret e banesave u ndezën dritat elektrike. Drejt tij eci shefi i pavionit, ku qeshtruar e shoqja. Ky njeri pyetjeve që i bëheshin i përgjigjej me ngritje supesh,
me përhumbje shikimi që donin thonin sa do të mëdha të jenë arritjet e dijeve ka dhe jo pak ormi Horaci gjëza përpara cilave shkenca që thonë me mece. Përbëri Juri Andrejeviçit që përshëndeti me buzaqas të lehtë, bëri disa lëvizje të qeta siç bëjnë kur notojnë me stilin për të kocë, që donin thoshin se duhet pritur me durim, duhet pajtuar me gjendjen dhe eci mëtej nëpër korridor për të pirë cigare në vendin e lejuar. Pas pak Juri Andrejeviçit ju afrua asistentja e ginekologut, heshtunar, që kishte natyrë të kundërt me atë shefit. Fillonte edhe s'dinte të pushonte. Po të isha në vendin tuaj do shkoja e qetë në shtëpi. Nesër do t'ju marrë në telefon. Lindja nuk pritet përpara ditës së nesërme. Jam më sigurt do t'jetë normale. Në hyrje mjekësore nuk do t'jetë e nevojshme. Vesh një farë ngushtësie të legendit nuk ke si mos e vësh re, po edhe vendosja e fëmijës lë për të dëshiruar. Kujdesi dhe mikqyrja mjekësore lypse të jenë në lartësinë e detyrës. Tani për tani nuk e parashikon dot me saktësi hapjen. Varet nga forca e shtarzimeve, nga vullneti i nënës. Gjithçka do të qartësohet me të filluar lindja, e ardhmja do na ndryshojë situatën. Juri Andrejeviçi telefonoi në maternitet nesër në mëngjes. Roja i pavionit i tha ta marrë telefonin hapur. Shkoi të njoftonte mjekët. U vonua një 10 minuta. Ato Juri Andrejeviçit ju duken si 10 orë. Edhe si u kthye me varësi e kapëdajllëk, i dha këtë përgjigje. Më porositën t'ju them se i keni sjellë shumë herët gruan në maternitet. Duhet ta merrni mbrapsht. Juri Andrejeviçi, i tërbuar nga zëmrimi, e urdhëroi të shkonte të sillte në telefon në një nga të personelit mjekësor. Doli mamia e i tha: "Shtërzimet janë të rreme. Ju doktor mos u bëni merak. Do t'ju duhet të prisni edhe një 2-24 orë të tjerë." Ditën e tretë të shtrimit mësoi se të dhëmbërat i kishin filluar natën. Në të gdhirë i plasën ujrat. Tërë mëngjesin e kaloi në shtërzime shumë të forta. U nis me vrap për në maternitet. Në korridor dëgjoi britma. Ishin të tanjës. Vinin pa ndër prera. Ashtu bërtasin të shtypurit nga treni që dërgjen me gjymtyr të prera. Nuk lejoi të hyrë të ndomen ku ishte ajo. E kafshoi deri në gjakosje gishtin tregues të dorës së djathtë, të përthyer në falangën e mesit. Qëndroi te dritarja, pas së cilës binte pa rreshtur shi. Ishte rrebeshi i djeshëm dhe i pardjeshëm. Nga pavioni doli një infermiere. U dëgjua piskama e të sapolindurit. Shpëtoj, tha me mendjen e vet Juri Andrejeviçi. Djal, lavdi Zotit që shpëtoj e madhja, i foli infermierja duke këngëzuar hareshëm. Tani jo, kur t'jetë e mundur do t'ju tregojmë. Hapini mirë qesën që të na qerasni. Kryesorja t'i bëni qefi nënës. U mundua shumë me gjora. Fëmia e parë, kshu vuaj nënat për të parën. Shpëtoj, po shritin mendjen e vet doktor Zhvelgu, pa kuptuar asgjë nga ato që i tha infermierja, e cila ndër tjerat e quajti atë shkaktari i vuajtjeve të Lehonës. Baba, djal, sikur nuk po ndinte për brenda ndonjë krenari kush e di sa, po i dukej se atësia ju dhurua falas, se ishte punë fati, po i dukej sikur i ra nga qielli e mira, se ashtu ishte e shkruar të ishte baba. Gjithë shpondodhte, gjende i jeshtë sferës së vetdijes së tij. Kryesorja, Tanja, ishte përpara rrezikut kërcënues. Tani është jashtë rrezikut. E hodhi. Jo larg që aty e kishte shtëpinë një smur i tij. U kthye për ta parë, po pas gjysmore u gjend përsëri në maternitet. Dyert e pavionit i gjeti pak të hapura. Hyri pa qenë i vetëdijshëm për atë që bënte. Me krahët përpara, i alarmuar doli shefi, që sikur mbiu nga dheu. Ku shkoni? E pyeti me belbësim kërcënues, po ultas që të mos e dëgjonte Lehona. Mos luajtët. Gjaku vazhdon. Plag. Mjekimet vazhdojnë. Pale pastaj tronditja e madhe psiqike. Bukur besa, jeni dhe mjek. Po pse mos vetëm fshehur do ta shihja? Që këtu nga vrima e derës, ashtu, po mirë. Vetëm se fjalë, sa ta shihni dhe marsh. Në ju pikas Lehona, do të keni punë me mua, do të përgjigjeni. Qindin do ju apunoj. Në pavion, me shpinën e kthyer derës, qëndronin 2 gra me bluzat bardha. Mamia dhe infermierja. Infermierja mbante përpara duarve foshnjën e kruspullosur. Atë gjallëz aq të brisht që nxirrte piskama të dopta, që mblidhe e shtrihej si t'ishte copë plastiku i kuq. Mamia po i ndronte fashën e kërthizës. Tanja rrinte shtrirë në shtratin kirurgjikal me nërkresën të ngritur. Shtrati ishte i lartë. Juri Andrejeviçit, që çdo gjë e perceptonte të smëdhuar dhe disi të përshutnuar nga emocionet,
Ju duk si t'ishte shtrirë në banakun e ndonjë pietorie, për rreth të cilit qëndrojnë stola me kamaleca gjatë. Nuk lëviste. Dukej se prehej pas tërë atyre mundimeve dhe sfilitejve mbi njerëzore që kishte kaluar. Rrinte në mes të avionit, ashtu si rrin në mesin e gjirit, molit, barkes apo shkarkuar, që ka dalë me vështirësi, por ka mbetur i pacënuar nga deti i thallazitur dhe i turbuar. Det që e kishte kërcënuar për vdekje. S'kishte shumë që e kishte shkarkuar në sterë mallin e çmuar. Tani ishte ankoruar, po pushonte e lehtësuar, ndërmyese. Bashkë me të preshën dhe pajimet e barkës fitimtare, të coptuara, të dërmuara nga përleshja me dallgët. Plagët ja kishin qepur, po qetësoheshin, organizmi po e merrte veten. Kujtimet aq vargalënse të asaj që ngjau, qenë fashitur. Nuk donte ta kujtonte lebetinë e përjetuar. Kishte arritur të ankoronte pa u dëmtuar. Kjo që më kryesorja. Me që askush nuk e dinte gjeografinë e vendet ku i kishte ndodhur kjo peripeci gjëmdjellëse, nuk di as me zhju të flitej. Kolegja e spitalit ku shërbente, të gjithë deri në një e uruan. Nga morën vesh kaq shpejt, pyeti veten Yuri Andreević. Zbrit në Bodrum, në vendin e fliqur, ku ishte tani garderoba, nga që sipër kishin vënë shtretër. Në spital nuk gjeje vend ku të mos kishin vënë shtretër. Të dritarja e vogël me hekura pa një mik që shitën në dritën e mekët për mbajtjen e turbut të një shishe e vogël. Urimet e mia, i tha pa larguar nga syt shishën. Nuk e quajtet udhës ta hetonte drejtën sy kolegun. Ju falemderit për urimin. Autopsinë e bëri njëri nga shokët tanë, të gjithë u habitëm, e kinokok. I fort dolet. Në spital vetëm për këtë flasin. Ju afrua kryemjeku i spitalit, u përshëndetën me të dy, i tha. Nuk e merr vesh i pari dytin këtu të ne, na rrase në këtë Bodrum. Po zhivagu, u vërtetua përcaktimi juaj, e kinokok, urimet e mia. Po kam edhe një lajm jo të mirë. Në front ndjehet mungesë e madhe personeli mjekësor. Do t'ju duhet të nuhatni ca herë baroti. 6. Ndryshe nga shpandehen antipovet u rregulluan se s'kishte më mirë për Juriatin. Gisharët i kujtonin për mirë, u ambientuan me lehtësi në vend banimin e ri. Lara ishte deri në fyt e zonë me pune me telashe. Kujdesi për shtëpinë dhe për voglushën, Katenjka rami shpatullat e saj. Shërbëtorja përpiqej, por nuk i bënte dot gjitha. Lara u vuri vetë gjoksin punëve, u bë shtylla e shtëpisë. Jepte mësim në gjimnazin femëror të qytetit. Detyrën e bënte me zell e pasion, veten e ndjente të lumtur. Ishte jeta që kishte ndruar, banonte dhe punonte në qytetin e lindjes, që ngri i buzëllumit rinjva, i lundrushëm në rrjedhën e tij të mesme të poshtme. Qyteti ishte në hekurudhore uralet. Kur afronte dimri, banorët e nxirrnin nga uji i barkat, i kthenin përmbys dhe i linin të kalonin dimrin në oborret e shtëpive. Përgatitja e tyre për t'i kthyer përsëri në lumë, mbaj si shenjë e afrimit pranverës, siç është kthimi i zojve shtektar nga vendet e ngrohta. Një barkë e kthyer përmbys ishte edhe në oborrin e shtëpisë me qira të antipovëve. Larisa Fiterovna, siç e thrisnin këtu Larën, i kishte për zemër zakonet provinciale. Shkonte mirë me kolegët, që flisnin në dialektin vendës, banin qizë me shajaku edhe ishin të qitur deri në naivitet. Si për shudi djali punëtorit e Kurudhës, Pavel Pavloviçi, si që thrisnin këtu Pashën, doli të ishte një ardhanak kryeqytetas i pandrejtshëm. E nervozonin zakonet provinciale, i ngrirje i leshte kokës përpjet nga padia provinciale. E shokonte sjellja e tyre thjesht, por edhe disi e vrasht. Doli që Pavel Pavloviçi kishte aftësi të rrallë për të përvetësuar dhe mbajtur mend gjatë dijet e marra nga leximet fluturake. Lexonte shumë edhe përpara se të vinin këtu, por tani jeta vetmitarit ja shtoi zellin. Leximi ishte përkushtimi i tij kryesor. Tani edhe Lara po i dukej pak e ditur. Ishte i pakënaqur nga mjedisi kolegëve mediokër. Thoshte se poezia i fryma mëstyre. Patriotizmi shoqërosur, i kthyer në mod vitet e fundit, as që kishte të krahasuar me ndjenjat e thella të dashurisë për Adheon, që u shjente antipovi. Mbari kursin e lëndëve klasike, jepte latinishtën dhe historinë e vjetër, por një ditë prej ditësh, ish teknikumasi, shfaqi dhunti e dashuri për shkencët eksakte. Ju përkushtua studimit tyre si autodidakt. Arriti të përvetësonte në nivelin e programeve universitare. Ëndërronte të specializojë në shkencë dhe të emëroi në ndonjë punë në Petersburg. Studimi me orë të zgjatur edhe natën ja dëmtoi shëndetin.
ju shfaq pagjupsia. Me të shoqen sillej mirë, por vije e re një tendosje vazhdueshme për të mos patur përplasje. E ndrytte me vullnet e kujdes çdo vërejtje dhe kritike, kur nuk i kundërvijej mendimeve dhe dëshirave të Larës. E bënte nga frika mos nxirrte krye pa kënaqësia e mbledhur në shpirt, që lidhej me faktin se përpara tij Lara kishte patur marrëdhënie me dikë tjetër. Nga kjo, bashkëshortët se ndjenin mirë veten. Në marrëdhëniet e tyre burgruan njëi artificialiteti. Veprimet bëheshin të paramenduara, silleshin me maturim me njëri tjetrin. Të dy përpiqeshin të tregoheshin sa më fisnik në çdo drejtim, por me tendosjen e përhershme ja komplikonin jetën vetes. Shtëpia u rrinte e mbushur me miq, kryesisht u vinin kolegët e punës, por edhe intelektual të tjerë vendas. Pavel Pavloviçi i mbante për njerëz të trashët pak dhëndur, gratë i quante budallaçka me defyçka. E habiste qëndrimi i Larës. Ajo me gjithë tregoje e sjellshme, gojë ëmbël, kur e pyeste se mohonte se vërtet i pëlqenin dhe i çmonte. Me të larguar mysafirët, Lara me shërbëtoren u përvisheshin punëve të shtëpisë. Lanin endët në kuzhinë, lanin dyshemet, pasi Lara shkonte në domën e gjumit për parë në flinin apo jo e bija dhe i shoqi. Si marronte punët, zhvishej pa ndjerë, shuante llampën, binte të flinte për britë të shoqit, me gëzimin e fëmijës që e pranuan shtratin e tyre mamin me babin. Kurse Antipovi shtiri sigur flinte, që për disa kohë zhvuante nga pagjumësia. E dinte, do të kapitej 3-4 orë pa gjumë, pastaj do të ngrihej, do të vishej, do të dilte në borë. Ishte natë vishte me ngritës. Nën këmbë i kërcisnin petat e hollët akullit, qielli me yjet e panumur të ngjante si flaka llampës me alkol. Dritë e kaltëroshe që binte në tokën e zezë me copa të dhëut të ngrirë ishte e mugët. Shtëpia ku banonin Antipovit ishte e fundit në atë rrugë. Ndodhi në anën e kundërt limanit. Pasaj fillonte fusha që përshkohej nga e Gurudha. Qarkullonin në roje, jo larg që aty, ishte vendkalimi Mishina. Antipovi ul në barkën e përmbysur. Shikimin u aqepi yjeve. Mendimet që me kohë i buisnin të shumta dhe të bujshme, i pushtuan me forcë tre, alarmante. Ishte vetëdijshëm se kjo gjendje nuk mund të vazhdonte. Duhej gjetur një zgjidhje, e mira të mirave ishte ta bënte sonte. Ishte një përfundim i formës së prerë, në të cilën arriti. Edhe më parë mund ta kishte parashikuar një fund tillë, ishte vonuar. Përse ja priqë mendin që kur ishte fëmijë? Përse ja lejoi vetes të bënte me të ç'të donte? Po i vetë, përse si thirrën mendjes në kohë? Përse nuk hoqi dorë prej saj kur ajo vetë dimrin përpara se të martoheshin, nguli këmbë që të ndaheshin? Si nuk e kupton se ajo nuk do atë, por detyrën fisnike që i ka vënë vetes të rrojnë familje, të këndellet nga heroizmi që i duket se është duke bërë. E çpaskat përbashkët ndërmjet atij misioni vetë lavdërues, e sedërmiklues dhe jetës së vërtet familjare. E keqja e të këqijave është se ai atë e dashuron me forcën e dikurshme. Është mendjeprishse, është sa mos bëhet joshse, po kjo ndoshta nuk është dashuri. Është falënderimi i njeriu të hutuar përpara bukurisë dhe shpirt madhështisë së saj. Drequ punë, e që gjeje që është. Ngatërohesh vetë me veten. Po si t'ja bënte? Si ta çlironte Larën dhe Katenkën nga ky artificialitet? Kjo është më e rëndësishme se çlirimi vetvetes. Mirë duhet bërë, po si të ndahemi, të mbytemi. Çfarë ndërsie? E qortoi rreth veten për atë vegim poshtrues. E pse duhet i shkonte në mendje këto thellësi për hir të efektit jashtëm? Pa yjet si të kërkonte ndihmë. Ti luste të jepnin një këshill. Ato vizullonin, rrëzëllenin hereshëm, të bukur, të mëdhenj, të veçlit dhe kaltëroshët dhe ngjyrë përzierit si ylberi. Befas, vizullimi i tyre u fashit. U bori shtëpia, barka ku ishin ulur Antipovi, u ndriçuan nga një dritë befasuese, lodruese, si të vraponte dikush me furi me pishtarin e madh të ndezur në dorë. Drita vinte nga fusha, dukej si tunde e valavite i pishtar. Ishte treni ushtarak, që lëshonte në ajër, fjolla tymi dhe shkëndje vetëtitse. Udhtonte drejt perëndimit. Nuk ishte i vetmi. Sa e sa trena si ky qanin hapësirat e gjërat të dhëut. Ditën dhe natën ishin shtuar nga viti i kaluar. Pavel Pavloviçi bosjeshi kithët. Koceu nga barka, shkoi të flinte. Ja dhe zgjidhja dëshiruar. 7. Larisa Fedorovna e pasha stisur, s'po besonte veshve tek dëgjoj pashën t'i thoshte si do të regjistrojë vullnetar në ushtri. E po,
ndonjë çudi e radhës, mendoj. Si duhet kushtuar vëmendje, vetë tha vetë do të harroj. Por masa e marrë për regjistrimin e emrit në zyrën ushtarake, zëvendësimi i vendit punës në shkollë, njoftimi se pranoi të ndiqte shkollën ushtarake në Omsk, treguan se vendimi u bë realitet. Dita e nisjes nuk ishte larg. Lara vuri kujen, si t'i kishte ndodhur në një gjë më madhe, ju hodhte këmbët. Ja shtrëngoi në krahat që i dridheshin. I tha, Pashenjka, po ne si do t'nalësh? Po Katenkën, si po e lë jetime? Mos e bëj, s'është vonë, shkoj unë dhe e kthej, se t'jes vizit mjekësore nuk e bërë, me zemrën si mirë, të dvitur po e braktis familjen për një tek të çmendur, turp, vullnetar. Të rjetën e ke qesh rod sharlatanin, kurse tani të rëmbeu Zilia, e nga të erdi kjo dëshirë për të vringulluar shpatën. Që të shkripin kokë kjo dëshirë të tregosh djerve se diqje? Që është kjo kështu me ty? S'po arri do ta kuptoj. Ke ndryshuar aq shumë sa s'po të njoh. Thirrë mendje sa nuk është vonë. Ma thuaj me zemrëndor, lëri fjalët e fryera. Mos vërtet pandesi kjo që po bën, i duhet Rusisë. Befas, si nga një vegim për ndritës, ju kthjellue vërtet e kulluar. Pa mundur të futej në detaje, ajo kryesoren arriti ta kapte. Ai e bën të i shtyrë nga bedyshjet dhe lufta e motiveve që kishin të bënin me të. E kuptoj se nuk e çmonte për kujdesin prindëror të saj, për kushtimin ndaj tij në çdo drejtim. Nuk e vlerësonte ndjenjën delikate dhe të sinqertë që i ofronte. S'ishte në gjendje ta merrte vesh se një ndjenjë e tillë donte të thoshte më shumë se një dashuri e zakonshme e femrës. Ajo kafshoi deri në gjakosje buzën e poshtme, u mërrudh nga dhimbja e dhimbshme e shpirtit të lënduar, pa i thënë më asnjë fjalë, duke i kulltitur lotët, ju vu përgatitjeve të tij për udhë. Kur i shoh që u nis, ju duk sikur qetësia njella keqe pakosi mbar qytetin, sikur dhe sorrat që fluturonin u paksua. Zonjë, o zonjë, e thëriste shërbëtorja te këshithe të përhumbur. Mami Mamoçka, e thëriste Katenjka, edhe e tërhiqte nga mënga për ta përmendur nga përhumbja. Ishte grushti më i fortë që i dha jeta. Shpresat e selitura me aq ashk për të gëzuar jetën ju shëmbën. Nga letrat që i dërgonte mësoi gjithçka për të shoqen, duke i ftylluar për atë që bëri. I shkruante se po e mbyste malli për të dhe Katenjkën e Vockël. Pas disa muajsh e graduan nën oficer. E nisën me njërë në front. Kaloi përmes Moskës, ku nuk pati kohë të takonte ndonjë prej vetëve. Lara merrte rregullisht letra nga fronti. Ishin pak më të gëzueshme se të mëparshmet. Antipovi shkruante se do të bënte ndonjë veprim që të meritonte lej. Kush e di, edhe ndonjë plagosje lehtë mund bëhej shkak të vinte për t'i parë. Mundësia për të shjuar ju paraqit. Pas shpërthimit të frontit armik nga armata e Brusilovit, ushtria ruse u hodh në sulm frontal. Lara nuk mori më letra. Ky e vurin merak. Sidoqofte ngushëllonte veten, heshtjen e të shoqit, e shpjegonte me zhvillimin e veprimeve luftarake, me pamundësinë për të shkruar. Në vjesht sulmi u ndërpre, ushtria u pozicionua në llogore, por nga Antipovi nuk kishte asnjë lajm. Lara u shqetësua seriozisht. I dërgonte letra njëra pas tjetrës. Mundohej të merrte ndonjë lajm me rrugë të tërthort, asnjë përgjigje. Si shumë gra bamirëse, edhe Larisa Fedorovna, që në fillim të luftës ndihmonte spitalet, tani u përkushtua tërësisht kësaj veprimtarie. Bëri kurs për infermiere dhe e mbaroi me sukses. Me këtë detyrë u nis për 6 muaj me shërbim, shtëpinë në Juriatin e la në kujdesin e shërbëtores. Shkoi në Moskë, vajzën e la te Lipoçka, të shoqen e kësaj e kishin internuar në Ufa, nga që ishte shtetas gjerman. Si u bin se nuk ishte mundur të merrte vesh ndonjë lajm për shoqin, Larisa Fedorovna vendosi të shkonte në front. Kërkoi të shërbente infermiere në një tren saniteti që nisej për në kurflirën me Hungarinë. Diku afër ndodhej vendi për cilin i kishte shkruar Pasha në letrën e fundit. 8. Nga Moska në shtabin e divizionit në front erdhi një tren plot me bamirës dhe simpatizantë. Sollën dhurata për oficerët dhe ushtarët. Në vagonin e klasit parë trenit gjatë, u thonin veprimtar të shuar moskovit, ndërta ishte edhe Mihail Gordoni. I thanë se spitali fushor, ku ishte miku i tij fëmijërisë Zhivago, ndodhej në fshatin jo larg që aty. U pajis me leje qarkullimi në zonën e frontit, edhe u nis në kërkim të tij. Karrocieri, një bielorus apo lituanez, e fliste keq rusishtën. Nga frika se mos e merrnin për spion,
fliste me ca fraza shtamp fjalë pake, por po aq edhe të pakuptueshme të shumtën e kohës heshte. Në fshat ku ishin mësuar të bënin me largësi të mëdha, fshatin ku ndodhej spitali fushor e quajtën se ishte afër, jo më shumë se 20 kilometra, po doli se ishte 80. Dëgjoheshin gjëmimet dhe uturimet e artillerisë. Gordoni se kishte provuar çdonte të thoshte tërmet, por me mendjen e vet i përcaktoi qitjet e artillerisë armike si buqima me prejardhje vulkanike. Kur u err, brezi i horizontit që kufizonte me tokën u përskuq si nga zjarret largëta, ashtu mbeti i pashuar deri në mëngjes. Kaluan nëpër fshatra të shkatruara nga luftimet. Disa ishin braktisura, dukeshin të shkreta. Njerëzit ishin fshehur nëpër bodrume. Shtëpitë të rënuara dhe ekonomitë e dëmtuara zjateshin pafund. Tek tuk duket ndonjë njeri, kryesisht i moshuar, i krusur në gërmata, duke mbledhur në një plaçk që kishte shpëtuar gjallë. Shikonin me pikëllim me ca sy të fikur, sikur donin të pyesnin: a do t'ia vënë vallë gishtin kokës shkaktarët e kësaj mizorie? A do të mbretërojë ndonjëherë në tokë qetësia të rregulli? Natën i ndali patrulla, i urdhëruan të ndryshonin drejtim, t'i binin rrugës përreth. Humbën një 2 orë duke u sorrollatur, nga që karrocerës se njihte atë rrugë, por më në fund ndaj të gdhirë arritën në fshatin e kërkuar. U thanë se nuk ishin dëgjuar për ndonjë spital ushtarak fushor, por kishte një vend banim tjetër jo shumë larg që aty që mbante këtë emër. Gordon u nis pa vonesë, arritën aty ku duhej. Ju afruan spitalit, po shpoj hundën era jodit dhe ilaçeve, që më pare kishte prerë mendjen të mos rrinte për ta kaluar natën në zhivagon, vetëm të takonte. Të çmalleshin dhe të kthehej po atë ditë në stacionin hekurudhor e prisnin shokët. Harroi që ishte kohë lufte. Rrethanat që u krijuan e detruan të qëndronte mbi një javë. 9. Ato ditë fronti u gjallërua, ndodhen ndryshimet papritura. Jo larg që aty gjatë një sulmi të suksesshëm, u bëi mundur depërtimi në frontin e kundërshtarit, pas shpërthimit të tij në hallkën më të dobët. Sulmuesit të ndoqin pas nga repartet ndihmëse. Shpërthimi u zgjerua, por forcat kryesore ishin brapa, s'po i ndiqnin dot. Kundërshtari përfitoi nga ngatësia, i rrethoi dhe i zuri robër sulmuesit. Në radhë të forcave të përforcuara që shpërthyen frontin armik, ishte edhe rreshter Antipovi. U përhapën lajme nga më të mbrapshtat, e shpallën të vrarë, të mbuluar nga dheu gjatë bombardimeve të artillerisë së armikut. Mbështeteshin te fjalët e të njohurit të tij, Galiolinit, që pohonte se e kishte parë me dërbi që nga pika e vojtimit se çfarë ndodhi. Ishin hedhur në sulm. Duhet kalonin me vrap përmes fushës së mbuluar me pelin dhe shpëndra që ndante 2 ushtrit. U duk qartë se në këtë koturisë jo të vogël sulmuesit ose duhet arrinin llogorit armike dhe të luftonin trup me trup, ose duhet mbeteshin të azgjësuar në fushë nga granatat e austriakëve. U duke sikur s'kishte fund nga ajo fushë në amur. Toka, e shkelur nga këpucët të rënda të ushtarëve, shkriftoi se t'ishte torf kënetore. Në fillim Antipovi e priu tokën, pastaj ngadalsoi vrapin, u rreshtua me ushtarët, mi kokë vërviste revolver dhe bërtiste me sa i hante gurmazi. Hurra! Po asaj vete as ushtarë që vraponin për briti nuk e dëgjonin. Pas intervalesh caktuara, vrapuesit binin barkas. Pastaj përsëri ngriheshin dhe suleshin me britma më të forta se të parat. Vraponin në drejtim të pozicioneve armike. Sa herë që përsëritej vrapimi, nga 2 anët të rreshter Antipovit rrëzoheshin ushtarë që nuk ngriheshin më. Zjarru i zhvendos, telefono baterin, i tha i alarmuar Galiolini, oficieri të artillerisë që ndodhej pranë. Po, bën mirë që e zhvenosen. Tanët u afruan. Ato të pikës së vojtimit e të ndiqnin operacionin sulmues me zemër të ngrirë, si t'ishin ata jo Antipovi me ushtarët e tij përpara jetës avdekjes. Pas disa minutash do të tregonin shembull të papar burrëri dhe qëndrese. Atë çast, fare pranë sulmuesve, shpërthyen 2 preda artillerie, njëra pas tjetrës. Ishin të kalibrit të mesëm të artillerisë gjermane. Shtollungat zeza tyme dhe pluhuri mbuluan vendin. Ej, alo! Mori fund edhe ajo punë, belbzoi me sytë thara Galiolini, rreshterin, mikun e tij të vjetër, së bashku me tokën i quajti të gruposur. Preda e tretë plasi fare pranë pikës së vojtimit. Duke u përthyer në mes, sa më shumë pranë tokës, vojtuesit u larguan për t'u shmangur rrezikut. Galiolini flinte në të njëjtin vend strehim ku flinte Antipovi. Komanda e regjimentit u pajtua me mendimin se toka me rreshter Antipovin krye
që sulmoi aq heroikisht ishte zgjuar. Porositën nga Lulinin të kujdesej për çantën vetjake, që ishte me vlerë t'i dërgojë së shoqes. U gjetën disa fotografi. Lulini që mbante gradën në rështerit ishte nxënës i oficinës së trenave, të cilin e rrihte mjeshtrin në pranë Hudolejevi dhe e mbronte Tiverzini. Në fillim shpërbeu në një repart prapavije. Merrej me stërvitjen e invalidëve që s'kishin ide për rrjeshtin dhe stërvitjen rreshtore dhe as donin të kishin. Përgjigjej edhe për ruajtjen e depos së ushqimeve. Vend plumbash më mirë zbëhej. Po ja që në atë repart, si nga e solli era mjeshtrin shpirtkazën, Pjetër Hudolejevin, torturuesin e dikurshëm. Miku im i vjetër, mërmëriti Galjulini i vrentur. Si urdhroni fisnikëri, u përgjigj Hudolejevi, edhe mori qëndrim gaditur, nderoi sipas rregullores me dorën shtre. Nuk kishte si mbyllë thjesht ky takim. Rreshter Galjulini mezi priste rastin t'i bërtiste dhe t'i merrte erzin sy gjithëve vartësit. Kur vinte re që se shihte drejt në sy, por e bradhëronte shikimin diku më njanë, ja veshte me gusht të rinjve jo njëherë e pati rasur në biruc me buke ujë. Duke i sheshit që po ja merrte hakun për ç'kish hequr prej tij, po ajo që bënte jo vetëm nuk ishte fisnike, por nuk ishte edhe pa pasoja. U duk qartë se nuk mund të qëndronin të dy në një repart. Duhej gjetur ndonjë shkak për t'u larguar nga ai vend shërbimi, po përveç se në front, rreshter Galjulini nuk kishte ku të shkonte. Kërkoi të transferohej në vijën e parë të luftimeve. Po si ta motivonte kalimin? Tha se u mërzit duke qëndruar duar kryq në kazernë, donte të luftonte në front si shokët. Akti e nxori mirë në dritë, në repartin e artillerisë ku e emërua, u shpalosën aftësitë e tij prej ushtarakut Zot. E ngritën në përgjithësi dhe e graduan. Galjulini se harroi miqsinë e vjetër me shokën e tij të fëmijërisë Antipovin, të birësuar të Tiverzinët pas internimit të atit. Në atë kohë turbullirësh të vitit 1905, kishte parë të Tiverzinët Larën, pas kësaj asgjë nuk dinte ç'kishte ndodhur me ta. U takua me Pavel Pavlović Antipovin në regjiment, vinte nga Jurjatini. Galjulini meti i habitur nga ndryshimi që i kishte ndodhur pashës. Nga djali i turpshëm që sa herë fliste një fytyrë vinte një fytyrë i shkonte, nga djali i ngafët dhe pastërtor manjak ishte bërë burr nevrastenik, që dinte shumë dhe i shihte të tjerët me nënçmim dhe përbuzje. Dukej që ishte i mençur, por që ishte edhe trim edhe tallës. Tek e shihte tërkohën të ngrysur të tendosur si tel kitarre, Galjulini gati ishte të vinte bast me këdo, se miku i tij i vjetër, prapa atij shikimit të rënd dhe ironik, shihte mallin përvëlues për të bien dhe për të shoqen. Ende si i shkalluar, si i magjepsur, ashtu si shtregojnë në përpralla kur do ti, Pasha Antipova, nuk ishte më edhe në duart e Galjulinit mbeten letrat dhe fotografitë e tij, por dhe fshehte atij shndërrimi aq të madh që e kishin habitur pa mas. Ishte i sigurt se Lara do të përpiqej të binte në gjurmë të tij, dhe ky do t'i jepte shpjegimet e nevojshme. Donte më parë ta përgatiste për të mësuar gjamën, ndaj e shtynte me sot e me nesër njoftimin, kur një ditë prej ditësh mori vesh se ishte infermiere në front. Nuk e dinte vendin, letrën që donte t'i niste nuk po ja dërgonte dot. 10. Po sot do t'i kemi kuajt? E pyeti Gordoni doktor Zhivagun kur shkuan për të ngrënë drek në shtëpinë e vogël të fshatit ku doktori kishte dhënë një dhomë. E çkuaj Zeza, ku do të shkosh kur ende s'dihet ku kalon linja e frontit? Vetë po e sheh katrahurën, se merr vesh i pari dytin. Në jug fronti u qa, gjermanët bën krahmarrje, thonë se tanët u zuan në Gratskën e tyre, kurse në veri e morën Suintën, që mbahej e pakushtueshme. Po dhe në luftë kavalerin, jo pak, një korpus të tërë. Shkatrojnë hekurudha, djekin depot, për mendimin tim janë duke na rrethuar. E qartë, nuk e ka kush mendjen të kuajt. Karpenko na shtrot ham dhe pastaj merro me punët. Ç'na ke gatuar, Mishviçi, mrekulli e vet. Spitali ishte i shpërndar në përfshat që një perëndi e dinte se si kishte shpëtuar nga shkatrimi. Shtëpitë të ndërtuara sipas arkitekturës perëndimore, të gjata me çaki të pjerta, me dritare drejtkëndshë, të gjata sa lartësia e faqes murit, ishin ruajtur të padumtuara deri tek e fundit. Bënte moti mirë vjeshte, pak më i nxehtë se zakonisht në këtë stinë. Ditën mjekët dhe oficerët hapnin dritaret, dëbonin mizat që mblidheshin parvazat dhe në anët e tavaneve, zbërthenin xhaketet ushtarake me aka deri te gusha,
U shkonin djersët qurk tek hanin supën e nxehtë edhe pinin çajin që lëshonte avull. Kurse mbrëmjeve uleshin galiç përpara sobave të vogla parilla marine, ku t'i moshin ndrute njoma që i bënin të nxinin edhe ata pak kungjej të ndezur. Përkuleshin, u frynin me bulqit si kacek dhe me sytë përlotur nga tymi i hidhur. Ofshanin të brengosura dhe ankoheshin për shërbyesit që as për kaq nuk kujdeseshin. Ishte natë e qetë. Gordoni dhe Zhivagu u shtri në kanapet përgjatë mureve, ku ndruan njëri tjetrit, të ndarë nga tryeza ku luanin. Bënte vap, të mbyste tymi i duanit. Hapen dy dritaret e fundit dhe dihaten ajrin e freskët që hyri vrullshëm, nga lagështia u djersitën xhamet. Si zakonisht bisedonin me dritën fikur për çështje të ditës, nga dritaret e hapura duke qielli, horizonti i largët, i përflakur andej nga ishte fronti, ku spushonte së gjëmuari artilleria. Dëgjoheshin ushtimat e mbytura të bombardimeve që dukeshin sikur e zhvendonin tokën. Pas një heshtje përgjuese, i pari e çau akullin Zhivagu që tha: "Berta, është topi kalibrit të rënd të artillerisë gjermane. Gjyle i peshon 100 kg. Të qelb era e kërbës në këtë fshat. Nga do që shkon s'të ndahet kundërmimi mbytës që të ndjell të vjellët." Ngjan me erën e katojit plot me mi, vuri ndukje Gordoni. E kuptoj për çfarë e ke fjalën. Është era e kërpit. E mbjellin shumë banorët vendas, e përpunojnë, e bëjnë fije edhe endin pëlhur kërpi. Po dhe kundërmimi kufomave bën të vetën. Në arat me kërp nuk është e lehtë t'i gjesh që t'i groposësh. Ke të drejtë, është era e rëndë që s'durohet. Po shëtimën e Bertave, e dëgjon? Për çfarë nuk folën miqtë e vjetër në këtë ditë lufte? Gordoni ndiqte me vëmendje mendimet e shokut për ngjarjet tragjike që përjetonin. Juri Andrejeviçi i rrëfente shokut për angështinë që i shkaktonte lufta. I tha se nuk mund pajtohej me logjikën e shfarosjes së përbindshme, të nërsjellët, me pamjen e mirë të plagosurve, pamje që të kallin krupën edhe t'i ngrinte nervat, me dhëmjen dhe të merren njerëzor që mbulonte edhe u, me rënkimet zëmëndrytëse të atyre që mbjetonin, pasi kishin parë Llahtarin me sy. Kishin vdekur dhe ishin gjallur së vdekuri. Doktor Zhivagu e merrte me vete mikun nga do që shkonte. I tregoi të plagosurit, të sakatuarit, të gjymtuarit, e bëri dëshmitar të poshtërsisë së disave prej vizitorëve që spushonin së lavdruari burrërinë e huaj. I ngrinin kupqellit ata që me shpirt në rrëm, me sforcim njerëzor, arrinin të mposhtin brenda vetes frikën nga vdekja. Shkonin deri në vetflijim, vinin këndar gjën më të shtrenjtë që ka njeriu jetën, edhe detyronin veten të mbaheshin burra. Kurse pëshertimet hipokrite, ngushëllimet e shtira, pamja prej të ngashëryerisht e vizitorëve jo të pakt e nevritnin. Gordoni kuptonte se duhej sjellë sipas vendit, duhej bërë siç bënin vizitorët e ngeshëm. Këta sharlatan në shpirt, po ja që s'munte. U soll ashtu si e mësonte jeta, të ishte i ndershëm dhe i natyrshëm. Shokët e vjetër shkuan në lazaretin e urgjencës të Kryqit Kuq që ndodhej në ish zyrat e komunës Buzbyllit, që aty nuk ishte larg fronti ku zhvilloheshin luftime. Pan të paparen me sy, të binte të fikt nga pamja jo njerëzore të plagosurve që i sidhnin për të dhënë nimen e shpejtë. Ju afruan kurrijes së pyllit, të sakatuar e të shëmtuar nga predhat e artillerisë. Në mesin një shkorreti të madh të shtypur, pan 2 shtretër topës të përmbysur të dalë jashtë përdorimit. Në trungun e druri ishte lidhur një kal shale. Lazaretin e urgjencës e kishin ngritur në godinën një kaçë të gjyrave. Pak më njan, duke kasollja e pylltarit me gjysmë çatije. Kot bëra që të solla këto, i tha shokut Zhivagu, si të donte t'i kërkonte ndjes, që nga ky vend deri te Llogorit nuk janë më shumë se 2 kilometra. Bateritë tona gjenden prapa pyllit. Dëgjon ç'bëhet. Mos mu hiqtrim, s'të besoj. Me siguri të ka shkuar zemra tek themra, dhe kjo është më se natyrshme. Situata e luftimeve mund të ndryshojë nga minuta në minutë. I kej peshqesh për edhe të pastaj. Anash monopatit që të qonë të thellë në pyll, pan shtrirë përmbys me këmbët hapura, të mbathur me çizme të rënda, disa ushtar të lodhur, të plurosur, me pllangët nda djerse në korrizën në sjetulla. Gjithë shkishte metur nga togët e tyre e kositur nga zjarri përqendruar armik. Sapo i kishin larguar nga fusha betejës për të dhënë mundësi të shlodheshin. Luftimet kishin zgjatur 4 ditë rresht. Dukeshin si të gurtë, nuk kishin fuqi as për të vënë buzën gaz. Lëre pastaj për të shfryrë dufin përmes ndonjë çare të ndyrë, nuk dhan asnjë shenjë jete, kur Zhivagu me Gordonin u kaluan pranë. Pan si po afroheshin 2 araba me 2 rrota, çonin të plagosurit në lazaretin e urgjencës. Miranë ve fatkeq,
Si kur të mos u mjaftonin dhëmbjet nga plagët, mund të thyeshin edhe kockat nga troshitja të mërshme në ato carro pa balestra, të dukej sikur do të dilnin rropullit jashtë. Do t'u mjekonin shpejt e shpejt plagët, do t'u afashonin, mund t'i bënin ndonjë operacion domosdoshëm në kushte urgjense, pastaj do t'i nisnin në spitale. Infermierët i tërhiqnin me rrezik koke nga fusha e betejës, zgjidhnin kohën e ndërparirës së shkurtër të luftimeve. Mi gjysma ishin pa ndjenja. Te hyrja ndërtesës një kafshe dolën i morën me barela sanitarët. Nga pavioni doli një infermiere, ishte nga të ardhurat vullnetarisht në front. E kishte mbaruar turnin, po shkonte në fjetore. Pak më tutje, dy ushtar po shaheshin potershëm. Pylli i gjelbër u bënte jehon atyre britmave, e shpërndante gjithandej zhurmën, po që thoshin nuk merrej vesh. Kur pan të plagosurit ju afruan ndërtesës së lazaretit. Një mjek, gjind nga zëmrimi, i fliste me hakrima edhe e kërcënonte mjekun në urgjencës. I kërkonte t'i tregonte me çdo kusht ku ishin zhvendosur qendra e zjarrit të artillerisë, që pak më parë kishte qenë aty, në buzë të pyllit. Mjeku ju përgjigj se nuk e dinte. I tha se nuk ishte detyrë e tij të dinte zhvendoset e qendrave të zjarrit. E luti oficerin të mos bërtiste. I tha që nuk ishte kohë të merrej me të. Sa po sollën plagosurit, ishte i zënë deri në gryk me punë më të rëndësishme se zhvendosja e qendrave të zjarrit. Kurse oficeri, nga këto fjalë, u nxemo keq. E shau kryqin e kuq dhe të gjithë ata që shërbenin te, po slapa ju përveshur edhe atyre të shabit të artillerisë. Në këtë e sipër ju afrua Zhivaku. Mjeku i urgjencës e përshëndeti. Të dy bashkë ngjitën shkallët. Oficeri, që fliste me aksen tartari, nuk rreshti së bërtituri dhe së shari, por e pa që askush se ndihmonte dot. E zgjidhe kalin, i kërceu me çdo rvjellsinë e njeriu të mësuar dhe ngau me galop nëpër monapat për në thellësitë pyllit. Infermierja nuk po andante syt. Befas fytyra ju prish si nga ngërçi. Ç'bëni ashtu? Mos e prekni, u çmendët. U foli të rëmbur dy të plagosurve lehtë, që ecnin pa patur nevojë për ndihmën e ndokujt nëpërmjet barelave. I zbriti me vrap shkallët, u doli përpara. Në njërën nga barelat, dergje i sipa jetë një plagosur rënd, me fytyrën që s'dukej se ish fytyrë njeriu. Copa e gjyles ja kishte coptuar nofullën, edhe kishte mbetur në mollzën e faqes së djathtë, si ndonjë patkua. Ja kishte dërmuar dhëmbët, ja kishte qarë gjuhën, vazhdonte t'i rrithte gjak, por ishte ende gjallë. Nga goja, që si ishte më gojë për copë mishe e lakritur dhe gjakosur, i dilnin në rënkime të dopta që mezi dëgjoheshin. Të nërprera, të mbytura, që nuk ngjanin me rënkime njeriu. Kushdo që do t'i dëgjonte, do t'i merrte për lutje ta vrisnin, po t'ja bënin këtë nder do të shpëtonte nga vojtja jashtë forcës njerëzore. Infermierës ju duk se të plagosurit lehtë, që çapiteshin për bri barelës e tij, donin t'ja hiqnin copën e predhës, sigurisht nisur nga dëshira për t'ja lehtësuar dhëmbjen fatkeqit. Na ju sul ashtu me vrap që t'i ndalonte. S'është puna juaj, vetëm kirurgu ja nxjerr, ai e di si duhet hequr, ka dhe mjetet e nevojshme. Vetëm kur është e pamundur t'i drejtohesh kirurgut, o Zot, bëj marrën fund mundimet e të mjerit, mos më lër të dyshoj për ekzistencën tënde, o Zot. Kur filluan të ngjitnin shkallët, i plagosur u drodh në gramat e fundit dhe dha shpirt. I sakatuari që sa po vdiq ishte jati i Galjulinit, fshesari i stacionit të trenit. Oficeri që u grind asisoj me mjekun e urgjencës edhe hipi kalit e u zhduk në pyll. Oficeri që u grind asisoj me mjekun e urgjencës dhe hipi kalit e u zhduk në pyll ishte Galjulini. Infermierja ishte Lara. Dëshmitar të asaj skene ishin Zhivago me Gordonin. U gjetën aq pranë të asnjëri se njohu shokun. Do të kalonte ju shumë kohë të takoheshin përsëri. 11. I shihje dhe habiteshe si kishin mundur të ruheshin, thuajse të pacënuara disa fshatra në këtë zonë zjarri. Gordoni me Zhivagun po ktheheshin banesën e tyre pas perëndimit të diellit. Po binte mbrëmja. Syt u zun një grumbull ushtarësh. Në mesin e tyre pan një kazak që hidhte në ajër një monedhë 5 kopekshë, edhe detronte që i futin mi kërthinjur ta kapte fluturimthi. Të mbledhurit shkuleshin së qeshuri, përplasin plombët. Plaku se kapte që se kapte dot. I kërcente nga plomba e frishkur, i rrushiste mes gishtave të rrudhur të hollë që e kishin humbur shkatësin. Monedha kërcente edhe binte në baltë. Plaku përkule të ngrinte, po kazaku e gudiste lehtë me plomb në prapanic, edhe të mbledhurit mbanin brinjët me duar. Kjo ishte e gjitha. Arthimin duke i pafajshëm, zor të mendoj se mund të shoqëroj me rridhoja serioze. Nga kasollja pranë doli një plak me ulërima.
me krahët të zgjatur përpara në drejtim të plakut. Vraponte drejt grumbullit, pastaj kthehej prapë me vrap. Në dritare zgjatnin kokën dy vajza, qanin më të madhe e thrisnin gjyshin të kthehej në shtëpi. Karrocieri që qeshte e zbavitej me atë që shite, i lakuajt ecnin ngadalë dhe e bëri edhe për knajtësinë e sotrinjve le të qeshnin më pak. Kurse Zhivago si i thirri kazakut, e qortoi dhe urdhëroi t'i jepte fund talljes plakut. Si urdhroni fisnikëri, ju përgjegj i gatshëm kazaku. Ashtu kot sa për qeshur pak e bëm. Rrugën deri në shtëpi Gordoni dhe Zhivago e bën të heshtur. E tmerrshme është, tha Juri Andrejeviçi. As mund ta merrni me mend sa vujtje dhe poshtrim është e detruar të mbajmë shpatulla që futria ndër ne, sidomos në këto vite luftrash. Gjithkush i hipën qafë që i futit, bën që do qefi me të. Si kur t'ishin pak për ndjekjet dhe për buzja ka hershme, rënimi si patkeq i pasurisë së vënë me aq mund e vetmohim, poshtrimet dhe fyrjet më të stërholluara që s'kan të sosur kohët e fundit, kanë filluar pogromet, akuza për mungesë patriotizmi. Askush se vërtetëmendit të di se ku ta gjejnë atë të shkret patriotizëm, në qoftë se në vendet e armiqve tanë, që i futët i gëzojnë të gjitha drejtat, kurse të ne vetëm për ndiqen. Dhe e dini, urrejtja vetvete është kontradiktore. Njerëzit i nervozon pikërisht ajo që duhet i prekte t'i bënte të dronen, urrehen nga që janë të varfër, të mbyllur në vetvete, pa fuqishëm dhe të pazot. U tregojnë vendin për ndjekësve dhe ndëshkuesve. Habitesh po kështu është. Ky o ngrej nervat njerëzve. Ka diçka fatale në këtë mes. Gordoni nuk nxori asnjë fjalë. 12. Edhe ja përsëriqen shtrirë në kanape përgjatë faqeve të murit, ku ndruan njëri tjetrit, të ndarë nga turjesa dhe detarje ngushtë dhe gjatë dhe bisedonin. Zhivago tregonte se i kish parë në front carin, tregonte bukur, me shprehje të zgjedhura. Ishte pranverë atje e parë në front. Shtapi i divizionit ku shërbente ndodhej në Karpate, në një rrugë në mes të maleve, jo larg kufirit me Hungarinë. Në fundin e kësaj rrugine ndodhej stacioni i kurudor. Zhivago, me penelata gjalla piktori, ja përshkoi shokut pamjen piktoreske të vendit malor, mbuluar me pisha e barjatat moqëm, me kurorat e larta që kapnin në rrete davaritura, si bashkat mëdha leshi, me faqe gurore, të rrëpira, të zoshme për të ngjitur që jepnin vendet një egërsi madhështore. Ishte ditë prilli, e lakësh dhe e marthët. Bojgëri si faqet e mollokëve shokullor që vareshin në honet e thikta. Vendi rrethuar nga lartësitë kërcënose, të ngjallte ankshti, të marrej fryma. Luginën e kishte pështjell avulli i pa depërtueshëm nga ajri i lartësive, i pastër dhe i freskët. Fjollat e tymet që dilnin nga lokomotiva dhe oxhaqet nuk largoheshin, po pluskonin mbi luginë. Nga kjo mjedisi zymtoi më shumë. Shikimi ishte tejet i kuvizuar, të marrej fryma nga tymi i hidhët, ku tërbonte erë që mërguri, moti bunac, të ndrytë të zemrën. Që prej disa kohësh cari po kalonte në revist trupat e ushtrisë ruse në Galici. Befas u përhap lajmi se do të përshëndeste dhe divizionin e këtushëm. Gjithçka ishte gati, nga qasti në qast prisnin të mbrinte treni. Me shpejtësi po me rregull u bogati eroja nderit. Veç u desh të kalonin disa orë të mbushura me shqetësim përpara se të vinte lart madhëria. Në fillim ja behen me shpejtësi njëri pas tjetrit dy trena, pas tyre pas pak erdhi treni me carin. E shoqëronte princi i madh, Nikolaj Nikolajeviçi. Kaloi përpara rojes së nderit të grenadierëve, pas çdo ndalese të shkurtër që bënte gjatë përshëndetjes me zot ulët, oshtin të buçima i qindra zërave përshëndetës. Stacionin e mbulonin urrat e fuqishme, gjëmimtare, ngjante me ujë në kovat e mbushura buzë më buzë, që llokoqiten pas çdo hapi të atij që i mban. Cari me një buzagas të mekur e druajtur duke më i plakur, më i rënuar nga çishte, bie fjala në stampimet e monedhave metalike. Fytyra e zbet, pak e vrarë dhe si e mullosur, e tregonte të lodhur. Rrinte dhe shikonte me bishtin e syrit nga Nikolaj Nikolajeviçi. E pyeste ç'kërkoi kërkohej për të bërë, kurse Nikolaj Nikolajeviçi anonte pa kokën drejt tij, i afronte me respekt buzët të veshi, jo vetëm me shqiptimin e ndonjë fraze, po edhe me shikime, me lëvizjen e vetullave, me përplasjen e lehtë buzëve, përpiqej të nxirrte nga sikleti, ta qetësonte. Tek e shihje ndjenja e parë që të ngjallte ishte keqardhja, duke i kputur në këtë mëngjes të hirnosur e të lagësht malor, se shëndjeje kur vije re që kjo sjelli njeriu, e druajtur dhe trembur nuk ishte rastësi,
për ishte tipar karakteri, të tillë natyrë kishte, me këtë pamje dënonte dhe falte, vendoste dhe spajtoi me atë që i ofronin. Rasti e kërkon të mbante një fjalim të mbushur me shprehje si unë, shpata ime, popullim, si Vilhelmi, të shqiptonte me zot fort diçka patetike, por jo. Cari u tregoi natyrshëm si gjithë rusët, duke i që qëndronte në mjatë banalitet. Se në Rusi, teatraliteti është i pakuptimt dhe është i pakuptimt nga që nuk është i vërtet. Mirë thënë, nuk e përftëroj dot deri në fund qartë se si duhet kënë qenë popujt në sundimin e Shezarit, të themi galët, zvevët, ilirasit, ama e them me plot gojën se prej asaj kohe kthej, njerëzimi u mor shumë me sa ime fjalimesh të bujshme, gjëmimtare. I mbanin mbretërit dhe prisat luftërak, pas çdo fjale, ku mbonin shprehjet patetike, popull, o popull, populli im. Ja, fontin e kanë vëshuar gazetarët dhe korespondentët. Shkruajnë reportazhe ngjojat përshkruar nga mençuria popullore, bëjnë vrojtime pikante, mreslënse, intervistojnë të plagosurit, shtrojnë e ngrejnë ide të reja lidhur me shpirtin popullor. Sajesat lingvistike savines të rollohen. Grafomania sot është në mod, po ka dhe tjera modernizma. Fraza ndërparer, stili telegrafik të shkruarit si në ngërsh, dëshmojnë për skepticizëm dhe mizantropi. Kam lexuar diku, ashtu si dje mëngjezi me shi, Luce Baltovin, shoh rrugën nga dritarja, zgjatet zvarritës togu i robërve, se për ku i çojnë, buqim topi, përsëri buqim, sot si dje, nesër si sot, dhe kështu çdo ditë, çdo orë. Ha, si, as ta zëfërëm në kjo farmëndje përretësie, po nga topi që buqet pse I mbetet hatri. Çka me të? Se të kërkosh nga topi variacion, risi, a nuk është e pakuptimt? A nuk do t'ishte më e dobishme që shkruesit habitej të merrohej nga rreshtimi bezdisës, I krupshëm I atyre emërtimeve të shkoqura, edhe si pa, të përsëritura deri në neveri. E ç'duhet kjo frazë, kjo shprehje shkoqur dhe cinike? Në dukje e shkurtër, por e zgjatur e bërë tërkues, plot me pika e pikçuditëse. Po ato kërcënime që të kujtojnë hedhjet e pleshtit, shtuhen, si se kupton shkruesi I këtyre radhëve që prej tij e jo prej topit kërkohet risi, se nga faktet e regjistruar në ploqe shënimesh kur nuk dalin gjëra të kuptimta dhe të çmuara, pa futur diçka nga vetja, nga gjenia njerëzore, pa rrëfim shpirti si në pralla. Po flisni me një saktësi mahnit se I tha Gordoni që kishte përpir në tërë këtë rrjedh mendimit mikut. Duhet të t'jap përgjigje lidhur me skenën që pam pak më përpara në rrugë. Kazaku talli me që I futin plak, të tjerët qeshnin. S'është rasti I parë dhe I vetëm, por edhe rastësi nuk është, se mohoj, ajo që pam është shembull poshtërsie profanësh, nuk keq filozofon për faktin. Autorëve të këtyre skenave u duan rthyer turinjt dhe pikë. Problemi shtrohet gjerë dhe lidhet me kuptimin e çështjes që I fute, në rrafshin sa filozofik aq edhe praktik. Unë vetë nuk kam si zbuloj ndonjë të re. Mendimet e mia për çështjen një lloj si të tue e kanë parëardhjen nga mendimet e dajes ton, Nikolaj Nikolajeviç Vedenjapinit. Ta nisim me pyetjen, ç'është populli? Kush bën më tepër për të? Ai që e fërkon parapaqafës? Apo ai që përmes së bukurës, përmes punëve me bukë, e tërheq pas vetes, I hap syt të shohë të vërtetën, e përjetson. Them se bën I dyti, e di, do të më kundërshtosh. Do më pyesësh për ç'popull mund bëhet fjalë në kohën e kushtrimit. Ata nuk janë thjesht popull, janë të transformuar, janë të shndërruar nga besimi. Thelbi I tyre pikërisht në këtë shndërrim dhe qëndron dhe jo në besnikërinë ndaj themeleve të vjetra. Kujtoj Mongjillin. Ç'thuhet lidhur me këtë? Po im të drejt për drejt nuk gjejmë. Askund nuk thuhet se kështu e kështu duhet vepruar e duhet jetuar. Kemi vetëm propozim naiv, jo fort të guximshëm. Thuhet, doni të bëni jetë të re, doni lumturi të plotë të shpirtit, na ndiqni. Propozimi u pranua, besimi u përqafua, mbijetoi gjatë mijëvjeçarëve. U tha, në botën e Perëndis nuk ka as Helen as Qifut. Mos me këtë donin tonin se përpara Zotit gjithë njerëzit janë të barabartë? Jo, nuk ishte nevojshme thuhej. E dinin përpara kështrimit filozofët e Greqisë së lashtë, po dhe moralistët romak, edhe profetët e dhjatës së vjetër. Ama në Ungjill u tha se në botën e dëshiruar dhe të lartësuar nga zemra, në mënyrën e re të jetuarit dhe të komunikuarit, në atë që quhet bota e Perëndis, nuk ka popull, ka vetëm individ. Disa po the, fakti është I pakuptimt, po nuk pati tharmin e të qenit gjeni. Krishterimi, misteri I individit, jesh duhet derdhur në fakte që të përfitojnë vlera për njeriu. Kur përmend e gazetarët dhe korespondentët mediokër, kishe parasysh njerëz me vlera mesatare, që nuk kanë çtu komunikojnë të tjerëve,
botës në përgjithësi. Fole për njerëz të kategorisë së dytë, të interesuar për ngushtë si shikimi dhe trajtimi. Janë pikërisht këto forca që se heqin nga goja fjalën popull, por që duhen ta shohin sa më të vogël, sa më të përvojtur, për ta patur sa më të lehtë ta vënë në rresht, të luajnë me keqardhjen për të dhe të nxjerrin përfitime vetjake. Viktima tërësore e lebeditëse e kësaj dukurie është qifutëria. Përjardhja kombëtare tani më e ka vullosur qenën e saj me emrin popull në shekuj, ndërkohë që bota tjetër e përjardhur prej saj mund të çlirohej nga një detyrë e tillë poshtruese siç është të qenit popull. Habitesh kur e mendon, si mund të ndodhte? Se festa e madhe e çlirimit nga terri i rëndëmësisë, festa e lartësimit mbi banalitetin e të përditshmes u bë pikërisht në vendin e shefutëve. E pra, e pan dhe e dëgjuan, e lanë të shpëtonte nga duart, si e lejuan vetës të largoj shpirti nga një bukurie tillë me forca gjithëpërfshirëse, si se kuptuan që pa to do të ngjanin me guackat pa të ulin brenda. Kujt i duhej kjo vetë terrori që zgjodhen? Përse duhej të dronin në shekuj të qeshurat dhe talljet si ajo që sapo pam? E pra janë pleq, gra, fëmijë të pafajshëm, të aftë për të bërë të mira, për të komunikuar me përzemërsi. Si shpjegohet që më të mençurit e fisit, zëdhënësit e mendjes së atij populli, nuk shkuan dot më tej predikimit të pikëllimit të përbotshëm, përtej talljes me mençuritë të tjerëve? Përse nuk arriten ta shpërndan komunitetin aq fort të ngjizur qifutëve dhe me këtë të shmangnin vojtit dhe përndjekjet shekullore? Më të mençurit e fisit, si su ngritën të thoshin të tjerëve, thirrni mendjes, mjaft tani, hiqni dorë nga e vjetra, mos e quani veten si më përpara, mos u mlidhni të gjithë bashkë në vath siç mlidhen bahtia, shpërndauni, bëheni me të gjithë, se ju jeni të krishterët e parë, ju jeni më të mirët e botës. Jeni ju ata që duhet të kundërviheni më të këqijve dhe të dobtëve në radhët tona. 13. Ditën tjetër kur u ulën për të ngrënë, Zhivago ja tha: "S'po të durohet të ikësh, ja dhe rasti. Nuk them po të ecën fati, se çfarë zeza qenë ka që gjermanët përsëri po na vënë përpara. Rruga për në lindje është ende e hapur, kurse nga perëndimi vazhdojnë të na shtynë e të na shtynë. Morëm urdhër të kthehemi mbrapsht. Nesër e pas nesër nisemi, për ku nuk dihet. Karpenko, rrobat të lara janë? E po, si gjithmonë, i ka marrë laj komshia, por çka bërë se di. Je i humbur o i gjarë. Nuk i dëgjoj gjepurat e përligjes së adjutantit, por as Gordonit nuk i kushtoi vëmendje që i shprehu keqardhjen se kishte qenë i detruar të vishte këmishën e tij, e do të nisej me të, nga që e vetja nuk ishte e larë. E jetë mirota kjo jona, jetë ciganësh, vjoj Zhivago. Kur erdhëm këtu, ishte për të vënë duart në kokë. Soba nuk nxehte, të mbyste pislojko, të vinte për të vjedh nga era e keqe. Kurse tani, po deshe më vrit, po ja që i harrova të gjitha, të shkurat harruara. Gati isha të ngryse në këtë vendjetën time, pranë kësaj sobe, në këtë kanape, nën këtë diell që bie nga dritarja e ngushtë, nën këtë hije peme që kthen pasi luan dielli. I mlodhen plaçkat me nge. Natën u zgjuan nga pritma e zhurma, të shtëna afër. Fshati duke i trazuar, i alarmuar. Ndriçimi i zbret për gjumës të përcjellten në mendje augur jo të mirë. Nën dritar u duken dhe u zhduken hije, se për ku vraponin. Të zotët e shtëpisë po ashtu u zgjuan, në pjesën e tyre lëvizën karriget u përplasen dyert. Pa dile pyet Karpenko çka ndodhur. U kuptua që gjendja ishte jashtëzakonshme. Zhivago u vesh shpejt, u nis për në spitalin fushor, aty do ta mësonte të vërtetën. Alarmi ishte real, gjermanët e kishin shpërthyer frontin, vija e mbrojtjes ishte zhvendosur pranë fshatit. Nga çasti në çast, armiku mund të ishte aty. Fshatin filluan ta bombardonin, spitalin zun ta evakuonin me shpejtësi pa pritur urdhër. Mendoi që kjo punë të përfundonte përpara se ta gonte. Do të nisesh me grupin e parë, tani do të vi kaloshinit do të marrë. I porosita të niseshin pa vajtur ti. E po lam të mirë, do të përcjell, duhet të shoh si do nisesh. Dole në anën tjetër të fshatit ku po bëri nisja. Ecën me kërcime të shpejta, fshiheshin pas çdo shtëpie që u dilte përpara. Dëgjoheshin fshëllima plumbash, kalimi ishte me rrezik jete. Kur dolën në vend hapur, pan sharapnelët të fluturonin mbi fshat dhe të binin diku jo larg nga aty. Po ti si doja bësh, e pyeti Gordoni që mezi mbushej me frym. Do të nisem pak më vonë, më duhet të kthehem përsëri në dhomë dhe të marr plaçkat. Do të nisem me grupin e dytë. U ndan në të dalë të fshatit.
Disa karro dhe kaloshin ku kishi për gordoni u vuan rresht dhe dolën në rrugë. Juri Andrejeviçi i përshëndeste me krahun e ngritur lart. Mita hitë dritë zjarri një qilari që digjej. Dhe në atë mënyrë si kish ardhur duke varpuar i krusur dhe duke u fshihur prapa çdo shtëpie, Juri Andrejeviçi nxitoi të kthehej në dhomë. 2 shtëpi më tutje plas një bombë. Ai u godit nga një cifël e saj dhe ra në mes të rrugës, i larë në gjak, pa ndjenja. 14. Spitali fushor u vendos në një qytet të humbur të zonës perëndimore të frontit, jo larg rrugës hekurudhore dhe vendkomandës së regjimentit. Ishte fundi i shkurtit, mot me diell, bënte ngrohtë. Në pavionin e oficerëve ku ishte shtruar Juri Andrejeviçi dhe sapo kishte filluar ta merrte veten, dikush e hapi dritarin që ndodhej pranë krevatit të tij. Po afronte ora e drekës. Të sumurit merreshin secili me vetën, prisnin të sillnin drekën. U fol se kishte ardhur një infermiere e re, do të kishte nën kujdestari edhe dhomën e tyre. Galjolini, që e kishte krevatin pranë krevatit të Juri Andrejeviçit, po hidhte një sy gazetave fjala dhe fjala ruse, bënte vrejtje për ato që lexonte. Juri Andrejeviçi ishte i zënë me leximin e letrave nga Tanja. I kishin ardhur disa bashk, ishin mbledhur gjatë kohës së rrëmujës. Era lodronte me letrat e hapura nëpër krevat, shpupuriste faqet e gazetave të hapura që lexonte fqinji. Juri Andrejeviçi ngriti syt dhe pat hynte Lara, infermierja e re. Si ai si fqinji e njohën, kurse ajo si njihte. U tha: "Gjatë jeta, përse është hapur dritarja, nuk keni ftohtë?" Ju afrua krevatit të Galjolinit. "Ju nga se ankoheni?" e pyeti dhe i mori dorën për t'i matur pulsin, por sa kaq e loshoi. Ul në stolin pranë krevatit, u mendua. E papritur. "Befasuese është Larisa Fedorovna", i tha Galjolini. "Kam shërbyer në të njëjtin regjiment me Pavëll Pavloviçin. I mblodha dhe i ruajta me kujdes gjithçka për t'ju adorzuar juve në rastin më të parë." "Si? Vërtet?" E pabesueshme ja kthoi infermierja shokuar. "E pas keni njohur, më tregoni lutem sa më shpejt si ndodhi, se ai vdiqe mbuloi dhe ju. Mos më fshihni asgjë, i di të gjitha." Galjolini nuk guxoi t'ia përsëriste atë që ajo tani më e dinte, por që e kishte me të dëgjuar, ja kishin rrëfyer gojë pas goje. I tha vetes më mirë ta gënjente, ta qetësonte. "Antipovin e zu në rob", i tha, u fut thellë në prapavijën armike. U shkëput nga regjimenti së bashku me togën, u ndodhen pa mbështetje, i rrethuan, u detruan të dorëzohen. Lara nuk e besoi. Versioni befasuese tronditi, si mbajti dot lotët, ndonë se si vinte mirë të qante sytë huajve. U ngrit, doli me hapat shpejt, mbylli derën e infermierisë për të qenë vetëm dhe për të mbledhur pak veten. Pas pak u kthye përsëritet smurët, duke e qetësuar, por vetëm dukej. Enkas nuk e hodhi shikimin andej nga ish krevati i Galjolinit. Druaj se nuk do duronte dot. Do t'i shpërthenin përsëri lotët. Ju afrua krevatit të Juri Andrejeviçit, i tha e shpenguar me ton të mësuar: "Tu ngjateta, nga sa ankoheni." Juri Andrejeviçi e pa ngultas, e pikasi tronditjen, donte t'i fliste, t'i thoshte se e kishte parë 2 herë. Herën e parë kur kishte qenë gjimnazist dhe herën e dytë kur kishte qenë student. Por ndroi mendje, pati frikë mos merrej për familiaritet, mos e keq kuptonte. Shkoi në mendje Ana Ivanovnën në Arkivol, britmat e Tanjës në Sivcev gjatë lindjeve të vështira, u përmajt në vend të asaj që donte të thoshte, i tha: "Ju faleminderit, jam mjek, merrem vetë me kurimin, nuk kam nevojë për asgjë." "Po ky pse më foli kështu? Mos e fyva gjë", tha me vete Lara, dhe e pa e habitur pacientin hund majuc me tipare të rëndomta që me asgjë nuk të binte në sy. Disa ditë pati mot pa qëndrueshëm, por në përgjithësi ishte ngrohtë. Era që frynte sidomos natën, sillte aromën e tokës bukvale pas shkrirjes së dëborës. Në spital vinin lajme nga më të çuditshmit. Njëri më befasues dhe më alarmues se tjetri, lidheshin me gjendjen brenda vendit, u ndërprej linja telegrafike me Petersburgun, rrugët gomzhinen nga bisedat me tema politike. Gjatë ditës, infermierja Antipova u shkonte 2 herë pacientëve, në mëngjes dhe në mbrëmje, këmbente disa fjalë zakonshme për gjëra të rëndomta, ndalej më gjatë te krevati i Galjolinit dhe Juri Andrejeviçit. "Njeri çuditshëm duhet jetë, tip që të ngjall kureshti", thoshte me vete.
I ergjësht, por nuk kërkon të afrohet. Nuk do të hapet, hund majuc dhe rëndom duket, kurse për nga mendja si gjendet shoku. Se shprejt mendime që të ngulën në kokë dhe të bëjnë për vete. Por nuk është puna aty. Duhet punuar mirë, duhen përmbushur me korrektësi detyrimet. Pastaj me ballin lart mund t'ju drejtohem me prorve me lutjen të më transferoj në Moskë, të jem sa më pranë Katenikës. Mandej do të kërkoj lirim, do të kthehem në Jurjatin, do të vazhdoj të punoj mësuese në gjimnas. Të Gjorin Pasha nuk do ta shoh më kurrë, nuk kam asnjë shpresë. S'ka që më duhet më të bërth nga lazareti në lazaret me pamjen e heroinës. Detyrën e zjodha për të rënë në gjurmët e tij, doja shumë të takoja. Po Katenika që bën atje, jetimja e gjorë, I rodhen vetju lotët në përfaqe. Kohët e fundit po ndodh kataklizmoja, si dihet që vjen. Para pak kohësh mbrojtja e dhot mbaj detyrë shenjtë. Çmoheshin trimëria dhe vetmohimi në luftë. Vlerësoheshin ndjenjat shoqërore. Por nga lufta dolëm të humbur. Ndodhi e keqja më e madhe, prej saj rrjedhin gjitha të këqijat e tjera. Shkërja e përgjithshme, zhgënjimi, humbja e shenjtërisë. Gjithçka ndryshoi befas, sjellja e njerëzve, ajri që lihasim, nuk dije si të mendoje, këtë dëgjoje. Vetja dukej sikur të kishin mbajtur për dorë tërë jetën, dhe tani befas të lëshuan. Të thanë ec vet, edhe s'kishe pranë as të afërm as në një që e respektoje, si për të vënë veshin porosive të tij. Mbetej besimi në më kryesorën, në forcën e jetës, të së bukurës, të së vërtetës. Duhet ishte ky besim dhe jo përmbysja e marrëdhënieve njerëzore, ai që duhet të drejtonte dhe të orientonte. I duhej përkushtuar atij besimi tërësisht pa keqardhje, me më shumë përkushtim se në jetën e zakonshme të qetë në jetën e rëndomtë. Dhe Lara e zgjodhi saktë, pa u gabuar me kryesorën, Katenikën. Tani që Pasha nuk ishte më, Lara si nën do t'ja falte të gjitha forcat e shpirtit Katenikës, jetime së gjorë. Juri Andrejeviçit I shkruan se Gordon dhe Dodorove ja kishin botuar librin palejen e tij. Ishte pritur mirë, për autorin flisnin se për shkrimtar me të ardhme. I shkruanin po ashtu se në Moskë po ndodhin ngjarje interesante, por dhe shqetësuese. Po shpërthente jashtë zemrata e grumbulluar në vite të shtypurve. Ndodheshin në vigjilje ngjarjesh të rëndësishme politike. Natë, Ivan Andrejeviçit I mbylleshin syt. Dërmiste dhe përsëri zgjohej I trumaksur. Ju bë me teka gjumi, po I dukej se nga mendimet dhe shqetësimet, nga mbresat e shumta të asaj nuk do të mund dot të flinte. Prapa dritarës luvrinte dhe mërmërinte, fshfërinte dhe vërshëllente era për gjumur. Juri Andrejeviçit I dukej sikur po I bëlbëzonte përvajshëm fjalë të pakuptimta, sikur po I ankohej. Tanja, Sashenka, sa shumë ka marrë malli, sa shumë duhet jem pranë jush. Sa shumë han duart për punë. Në fillim u kot I nanorisur nga fshfërimat e erës, pastaj gjumi e mundi dal ngadalë. Përsëri u zgjua, I hapi syt, përsëri fjetin krahët e lumturisë dhe të vuajtjes që këmbeheshin. Lara tha me vete, ky njeriu tregua aq I kujdesshëm, e ruajti me aq ndjenjë kujtimin e Pashës. Plaçkën që mbeti pas tij, kurse unë mos mirënjohja, as nuk e pyeta kush ishte. Në vizitën e mëngjesit, si për ta korrigjuar veten, Lara qëndroi pak më gjatë te krevati Guljulinit. E pyeti kush ishte, e befasuar përplas si pëllëmbët nga ato që dëgjoi. O zot, punët e Perëndis janë, ndryshe s'ke si e quan. Stacioni e Korridor Bretskaja, shtëpia me numër 27, tivertinët, dimri I demonstratave, I grevave, I barrikadave, kohë e mbarçur me shqetësim e vitit 1905. Jusupkini, jo. Jusupkini nuk e kam njohur, nuk ma I mend ndonjë të tillë, më falni. Kurse vitin po, oborin po, gjitha I mbaj mend. Ashtu ka qenë, si tregoni ju ishte. Si të gjallë I dolen përpara syve ngjarjet dhe vendet, vitet e alarmeve të përgjakura. Pushkët, turbullirat, njerëzit, të gjitha I kujtoheshin. Sa të freskëta, krejt gjalla, ruan kujtesën e njeriu të mbresat e fëmijërisë, mbeten të pashlyeshme. Ju kërkoj ndjes, më falni, po. Ma thatë njëherë, ju faleminderit. Çfarë kujtimesh, sa shumë mall që më ndezet në shpirt. Tër ato ditë, nga do që shkonte çfarë do që bënte, I dukej sikur ishte në ato borë. Me shpirt ajo ishte atje. Pshertinte, mblidhte vetullat, mendonte, kujtonte, përjetonte të kaluarën. Dhe përsëri të shtëna, veç 100 herë më të tmerrshme. Nuk ishin si të atëhershmet. Nuk shtinin si atëherë në lojrat luftrash të fëmijëve.
Është ngritur mbar Vegjëlia. Këta që shtihen janë ushtarë, janë dhe të atyre oborreve, po edhe të fshatrave. Çudi e madhe. Në dhomë hyn duke përplasur pas dyshëmes patericat disa invalid dhe të sëmur që ishin në gjendje të ecnin vetë. Erdhën nga pavionet ku ishin shtruar. Thirrën kush e kush më fort. Ç'bëhet, në Peterburg luftojnë apo nuk luftojnë? Brenda në qytet luftojnë. Ushtarët e garnizonit të Petersburgut kaluan në anën e kryengritësve. Revolucion.